Përshëndetje, mirë se erdhët në ditaren e fundjavës. Do ta nisim me politikën. Sali Berisha do të jetë kandidati vetëm për kryetar të Partisë Demokratike, pasi Komisioni i Operacioneve Elektorale të Brendshme, i njohur si KOKOE, ka vendosur që të mos miratoj aplikimin e Mere Meselës dhe Vladimir Mulajt. Ky fundit ishte kandidaturë e mbajtur në heshtje deri në mbylljet e afateve. Sa i takon kandidimit të Saljanit, Balliut dhe Kokalarit, komisioni nuk i ka marrë në shqyrtim fare kërkesat e tyre, pasi nuk i cilëson si antar të Partisë Demokratike. Sali Berisha do t'jetë parival në garën për kryetar të Partisë Demokratike. Komisioni i Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve Elektorale, një ditë pas kadimit të afatit për dorëzimin e kandidaturave, ka vendosur që të mos pranoj aplikimin e Mere Meselës dhe Vladimir Mulajt, të cilët kishin shprehur ambicie për t'i zënë vendin Berishës. Komisioni i Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve Elektorale në mënyrë unanime vlerëson se zonja Mere Mesela nuk plotëson kriteret. Konkretisht, kandidatja pavarësisht se është antare e Partisë Demokratike, nuk plotëson kriterin e figurës me profil shumë të lartë politik dhe publik, si dhe atë të eksperiencës të drejtuese elektorale në nivel kombëtar apo rajonal. Surprizë ishte kandidatura e Vladimir Mulajt, emri të cilit u mësua vetëm në mbylljet e operacioneve, pasi askush nuk ishte njoftuar për aplikimin e tij, as ai vet. Komisioni i Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve Elektorale në mënyrë unanime vlerëson se zoti Vladimir Mulaj nuk plotëson kriteret statutore. Konkretisht, kandidati pavarësisht se është antar i Partisë Demokratike, nuk plotëson kriterin e figurës me profil shumë të lartë publik dhe politik, si dhe atë të eksperiencës drejtuese elektorale në nivel kombëtar apo rajonal. Në vendimin e KOKOE, citohet se kërkesa për të qenë kandidat janë paraqitur edhe nga subjekte të tjera, si Ervin Saljani, Evi Kokalari dhe Alesia Balliu, të cilat nuk janë marrë as në shqyrtim. Kërkesat e tjera të paraqitura për shkak se nuk plotësojnë kushtin e paraqitjes nga antarët e Partisë Demokratike nuk mund të trajtohen nga Komisioni i Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve Elektorale dhe as nga ndonjë organ tjetër i Partisë Demokratike. Sipas statutit të partisë, ky statut përcakton norma dhe rregulla bashkëjetese midis antarëve të partisë, si dhe kompetencat dhe sjelljen institucionale të organeve të kësaj force politike. Në këto kushte, Berisha shkoni vetëm në garë, por në kundërshtim me statutin e Partisë Demokratike, që përcakton se kryetari që mbet zgjedhjet e përgjithshme, konsiderohet i larguar automatikisht dhe nuk mund të garojë për një mandat tjetër. Do sankcionoj kryetari po humbi zgjedhjet, largohet pa asnjë diskutim. Ky nen do quhet Neni Basha. Paralelisht me zgjedhjet për kryetar, proces për të cilin nga kandidatët e skualifikuar është paralajmëruar betejë edhe në gjykat, pritet që PD të ketë edhe ndryshime statutore. Grupi i punës për ndryshime në statut miratoi këtë të premte kalendarin e punimeve, ku nga data 1 deri në 10 maj do të depozitohen propozimet nga anëtarët e partisë. Ndryshimet statutore pritet të miratohen në Kuvendin Kombëtar të 30 majit. Dhe pikërisht për këto zhvillime, por jo vetëm për to, do të flasim me kolegun Leonard Dolli që na është bashkuar në studio. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje. Kënaqësi që të kemi përsëri këtu. E nisim pikërisht nga këto zhvillime. 5 kandidatura, një u mësua në moment të fundit kur u zyrtarizua nga komisioni që do duhet të aprovonte apo skualifikonte këto kandidatura, 3 prej të cilave nuk u morën fare në konsiderat dhe emra në vetvete disa mjaft të njohur. Evi Kokalari është një prej këtyre. Bashk themeluese apo bashk rithemeluese, mund ta quajmë kështu, emri i saj rezulton pjesë e komisionit të rithemelimit i regjistruar në gjykat, por u rrëzua sepse jo antare e Partisë Demokratike. Gati si një nonsens, domethënë, kur e ke dërguar emrin e dikujt në gjykat si pjesë e komisionit të rithemelimit të Partisë Demokratike, përmes të cilës të gjithë e dim se çfarë ndodhi dhe si u mor kontrolli i partisë. Nice. Ervin Saljani, i vetë përjashtuar teknikisht, sipas Partisë Demokratike, hero deri pak kohë më parë për demokratët, kur e quajtur i burgosur i fundit politik në Europë. Alesia Balliu, një nga emrat më të votuar në primaret e Elbasanit. Nuk bën pak përshtypje, sigurisht kishim dhe zërin Mere Mesela, Vladimir Mulaj, këto u quajtën antar, po këto u skualifikuan sepse nuk plotësonin kushtin e 10 viteve drejtues, le të themi.
Si e thatë ju emërtesën, akronimin e atij komisionit që përzithe kandidaturat? Ai akronimi është aq i gjatë KOKOE. KOKOE. Në fakt, kur ju e thatë KOKOE, automatikisht në mendjen time, si puna e një fleshi që vjen nga e shkuara, më erdhi një tjetër që duket pak e ngjashme, po është KUKUE, që në greqisht përkthehet komunistikio koma Elladas, Partia Komuniste Greke. Okej, këtë nuk e njeh. Është për humor thjesht, kuptohet. Me një fjalë, po rastisën këto KKK-t me një fjalë aty edhe më krijoi pak a shumë të njëjtën situatë. Shiko, është do të thoja e dhimbshme për të gjithë ata që janë pjesë e Partisë Demokratike, për të gjithë ata që mund të jenë larguar nga Partia Demokratike, por sigurisht që ndajnë ato principe dhe ato ide që kanë patur Partia Demokratike që në fillesat e saja, të paktën si parime bazë, por nga ana tjetër është do të thoja një gjë e dhimbshme edhe për vetë opinionin publik shqiptar, sepse ndërkohë që kemi përballë një parti tjetër e cila vjen në origjinën e vet të plot nga ish Partia Komuniste e Shqipërisë, pastaj Partia e Punës e tjera me radhë, në momentin që kemi një uzurpim të plot të pushteteve brenda Partisë Socialiste, duke kaluar gjithçka në duart e kryetarit, pra në kryetarokraci që është një sistem politik sot në Shqipëri, pra nuk është thjesht dhe zgjedhje individuale, të gjithë në raste të tilla presin të shohin forcën e shembullit nga krahu tjetër se si do të ishte ndryshe në organizim, të paktën dhe në formë, një parti e cila le hapësirat e nevojshme për të qenë shembull frymëzimi dhe për të qenë e mbështetur pasaj nga votuesit shqiptarë si një alternativë edhe në qeverisje. Për fat keq, me sa duket, në një mënyrë totalisht pa kuptim, sepse askush nuk e kupton se pse duheshe të përjashtoheshin të tjerë nga një garë, unë e kam theksuar dhe theksoj dhe do ta them në bindjen time personale që sa herë që në garë do t'jetë Zoti Berisha në Partinë Demokratike, absolutisht në çdo rrethanë dhe në çdo situatë, ai është fitues i zgjedhjeve për kryetarin e Partisë Demokratike. Në një mënyrë apo një tjetër, ai e ka shndruar veten si një sinonim i saj për gjithë ndjekësit apo... Kam përshtypjen që askush nuk të kundërshton në këtë. Domethënë ka totalisht të gjithë njerëzit që kanë pyetur bien dakord por të gjithë, por pikërisht këtu lind pyetja, po atëherë pse nuk i pranojnë? Atëherë se ka të sigurt fitore, kushdo që dilte. Eksaktësisht. Dhe për fat keq, ndonjëherë nuk arrim të shpjegojmë se pse ndodhin disa gjëra, por duket sikur ato akuzat që bëjmë, ndoshta edhe për Saliajin apo po tjerët që me mënyrën e të operuarit dhe vepruarit çojnë ujë në mullirin e Edi Ramës, dhe si pa kuptim, ndonjëherë, si pa kuptim dhe pa dashje, se nuk besoj që është një veprim që kryhet me dashje, ose nuk do ta doja ta besoja që është një veprim që kryhet me dashje, një sjellje e kësaj natyre e barazon Partinë Demokratike dhe leadershipin e Partisë Demokratike në menaxhimin e demokracisë së brendshme identik me Ramën. Sjellje pa dashje, sepse vështirë të mendosh që Sali Berisha me kaq vite sa ka në politik, çfarë nuk ka parë në jetën e tij, me çfarë nuk është përballur të ketë bërë disa veprime apo disa zgjedhje pa dashje në këtë rast. E them këtë për, siç është shpreha në atë filmin delikat për delikatesë. Okay. Sepse nuk do doja të spekuloja në sensin për aq kohë sa nuk kemi dëgjuar arsye serioze të paktën nga vetë Zoti Berisha në raport me këtë situatë, se do të thotë është një gjë diçka e fare pa kuptim. Dhe nëse sot ne duhet të ishim duke u marr me problemet e keq qeverisjes, duhet të ishim duke u marr me krizën e rëndë të hidrokarbureve që po kalon Shqipëria, i cila po sjell pasoja shumë të rënda në tërë ekonominë e vendit, por edhe në cilësinë edhe atë farë cilësie jete që kanë sot shqiptarët, në vend që të merremi me problemin e rënd të sistemit shëndetësor, në vend që të merreshim me problemet e rënda të portit të Durrësit, pra veprime të cilat bien ndesh me të ardhmen e Shqipërisë, jo për 50, por deri dhe në 100 vjet, ne sot duam apo nuk duam, sepse është çështje ditës, tërë opinioni publik, por dhe gjithë pjesa mediatike,
është e detyruar të merret me zhvillimet e brendshme në Partinë Demokratike. Dhe në këtë sens them që uroj të jetë pa dashje, sepse nëse do të jetë me dashje, atëherë duhet hyjmë në një konspiracion të së keqes. Dhe nuk dua ta besoj, por ja që jemi në një situatë të kësaj natyre. Është e pa kuptim. Qëndrojmë një moment këtu, sepse është një moment që vlen të analizohet dhe të ndalojmë pak. Ka disa detaje të tipit vendimi për hapjen e garës për kryetar është njoftuar me 18 mars. Është marrë me 18 mars, është njoftuar me 18 mars, ka thënë Flamur Noka që është hapur gara për kryetarin e Partisë Demokratike. Por vendimi në vetvete i struktura për organet Partisë Demokratike u bë publik për median, unë nuk e di nëse së brendshme strukturat e dinin apo jo, por për median u bë publik me 29 prill. 18 mars u morë, u bë publik 29 prill dhe me 30 prill në 12 të mesditës skadonte afati për paraqitjen e kandidaturave. Dhe ne mësuam vetëm pak orë para se cilat ishin kriteret, ne publiku, ne mediat. Ai kushti që duhet kesh 10 vjet për shembull në organet të drejtuese të Partisë Demokratike, përmes të cilit u skualifikuan Merem Mesela dhe Vladimir Mulej, apo kushti që nuk duhet jesh i dënuar me vendim të formës së prerë. Ka shumë njerëz që mendojnë se ajo është vendosur aty enkasi sigurisë për Saljanin, nëse ai do të arrinte nëse ligjërisht do hidhej poshtë ai kushti i vetë përjashtimit, ishte ky kushti i dytë, po përtej këtyre interpretimeve. Nëse PD me transparencën e procesit të votimit të brendshëm për zgjedhjen e kryetarit vepron kështu, a ka më ajo moral të flas për proceset zgjedhore, për manipulime, për ndikimin e proceset zgjedhore, siç kemi dëgjuar për shembull për zgjedhjet parlamentare? Eksaktësisht këtë thash që në fillim të diskutimit ton, edhe për arsyen tjetër që nuk është nevoja për të hyrë në detaje. Dukshë dhe me dashje, unë këtë besoj që është bërë me dashje, gjithë procesi për zgjedhjen e kryetarit të PD-s është bërë me dashje në këtë parametrën, me këto forma, me këto afate, me këto rregulla të cilat nuk u bën publike, nuk u diskutuan etj. Për të dëshmuar forcën që ne e kemi partinë dhe topin e kemi ne, penalltin e gjuajmë ne. Ajo që unë diskutoj dhe nuk do të hyj në tërë këto detajet e tjera, se jemi fiksin në historinë e bukur të fshatit që kur u pyet Prifti sepse nuk ranë këmbanat dhe i tha për 7 arsye, dhe kur i kërkuan arsyet e i citoi që arsye e parë nuk kemi këmbana dhe bashkëforcit nuk e lejuan për të vazhduar më tutje, se s'kishte më nevojë. Pra dhe në rastin konkret, ne jemi pikërisht në këtë, në bindjen time, unë besoj që këtu thjesht duheshe të demonstroheshe që këtu jemi ne dhe vendosim ne, edhe rregullat e lojës dhe i bëjmë si duam, dhe kjo është edhe pjesa që them, se kjo është me dashje në raport me pjesën e brendshme, por nuk e di është dashje në raport me shembullin ose me zgjedhjen alternativën që ofron realisht Partia Demokratike. Kërkoj mirë kuptimin tënd për të ndarë me teleshikuesit një moment nga një reagim i Ervin Seljanit, pikërisht pas këtij momentit, këtij vendimit të Komisionit Operacioneve Elektorale në Partinë Demokratike që nuk pranoi kandidaturën e tij, në pronësim për gazetarin në intervistë, në fakt për gazetarin Anesti Bramemit dy CNN, Ervin Seljani e ka cilësuar këtë qasje të Berishës si një legenosje për një koltuk. E ndjekim pak se çfarë ka thënë konkretisht ai dhe kthehemi. Zotë Sarjani, të premten, Partia Demokratike vendosi që ju të mos ish kandidat, por ngjashëm me ju edhe ata aspirantë të tjerë për të garuar kundër zotit Berisha. Edhe zonja Kokalari, zonja Balliu, por edhe 2 kandidatët surpriz, zonja Mereme Sela dhe Vladimir Sulaj, të 2 nuk u pranuan për arsye të ndryshme. Personalisht për ju, a e prisnit këtë vendim të Partisë Demokratike? Nuk ka si diskutim, unë e kam ekspozuar atë që është një narrative gënjeshtër të Sali Berishës, që Partia Demokratike ka garë, që ka demokraci, që intereson fitoria përballë Edi Ramës. Pra, në 5 muaj unë kam ekspozuar rënimin dhe kalbëzimin organizativ të Sali Berishës, rënimin dhe rrëzimin moral të tij, dhe pa diskutim pasaj edhe të gjithë, po themi gënjeshtrat që ka thënë 4 vjeçaren e mandatit të tij, që do rrëzojë Edi Ramën, që do rregullojë marrëdhëniet me ndërkombëtarët, që do heqë në ngradën, që do fitojë zgjedhjet lokale, që deputetët do të zgjedhë antarësia dhe kështu me radhë. Sot u rrëzua dhe u ekspozua edhe një element tjetër, që
nuk ka garë, po ka një uzurpim të funksionit kryetarit të Partisë Demokratike për interes personal të Sali Berishës dhe të një grupi të ngushtë njerëzish. Kështu që kur nuk ka garë, nuk jam e shqetësuar që pse nuk jam në garë. E shqetësuar jam që Partia Demokratike nuk po bëhet parti fituese siç duhet të jetë dhe nuk është një parti demokratike dhe një aset publik, por po trajtohet si një pronë private. Kur ju e dini që nuk do të kishte garë, përse ndërmorët hapin që në limitet afateve të dorëzonit një kandidaturë për të garuar kundër zotit Berisha? Për të rrëzuar çdo argument që do të thuaj që pati frikë të dorëzonte dokumentacionin, nuk u dorëzua etj. Unë i kam ndjek të gjithë hapat, kam 5 muaj që po bëj takime me qytetarët, po tregoj që ka më shumë njerëz në salla se Sali Berisha, po tregoj dhe depozitova edhe një platformë se si Partia Demokratike ringrihet dhe bëhet fituese dhe hoqa dhe këtë argumentin e fundit do të thoshin që po flet nëpër media, por nuk i sollin në parti edhe kështu me radhë. Pra, i ra dhe ky argumenti që do ta kishin si kështjell të fundit. A është me ndeshme? Pra qartësisht populli, se po ma thot gjithandej, u legenos për një koltuk. U legenos për një koltuk, praktikisht është uzurpimi funksioneve, veçanërisht atij të kryetarit, partia po trajtohet si pronë private. Të fundit nuk e di pse zbulojnë në një moment të caktuar. Mua më duket se është një fenomen që nuk i përket vetëm PD-s, shkon edhe tek mazhoranca dhe parti të tjera ky problemi se si kryetarët i përdorin partit, por nuk e di pse në moment të caktuara heshtin dhe zbulojnë në një farë momenti kur u preken interesat në një farë mënyrë. Po kjo është një temë ndoshta që do kërkonte një diskutim tjetër. Tani po flisim me dikë që e ka thënë këtë në një moment që nuk më cënoheshin interesat fare. E kam bërë këto deklarata që në vitin e largë 2017, po hym gati në kuadrin e një 10 vjeçari, që kam qëndër ata njerëz brenda Partisë Demokratike dhe shumë kolegë të tjerë të asaj kohe pa diskutim, që kemi denoncuar mënyrën se si po degradonte pikpamja organizative dhe menaxhimit të partisë dhe demokracisë së brendshme. Dhe nga ajo periudhë nuk ka patur të ndalur dhe ka ardhur gjithnjë dhe duke degraduar gjithmonë më shumë, dhe për këtë arsye u shpreh edhe në fillim që çdo moment i kësaj natyre krijon hapësirat që dikush të flasë dhe çfarë të dojë të përdorë edhe këto lloj termash, që nuk është se mua më impresionojnë domethënë këto përzgjedhje me fjalë tani, se këtu diskutohet një fakt dhe kemi thënë që është aty dhe zgjidhet sa herë të dojë. Dhe për të arsye nuk arrit të kuptoj se për çfarë ndodh pjesa tjetër, por për fat keq, duke patur të njëjtin koncept në menaxhimin dhe drejtimin, thash privon Partinë Demokratike dhe të gjithë qytetarët ta konsiderojnë shembull për të ndjekur dhe alternativë, sepse këto shkojnë paralelisht dhe ky është problemi më i madh për mua. Historitë e individit, ecuritë apo ambicet e individit mund të jenë një element që jep disa impulse ose impakte në disa gjëra, por nuk është shqetësimi i opinionit dhe i votuesve shqiptar. Është pikërisht ajo që themi procedura, sepse në fund demokracia është procedurë. Dhe kur kjo procedurë bie, kur kjo procedurë nuk zbatohet dhe kur kjo procedurë në të kundërtën kalon drejt një kalcifikimi totalisht të panevojshëm, edhe në rastin konkret, kjo pasaj është një aspekt teje dramatik. Ky është një aspekt teje dramatik i situatës. Dhe në të gjitha rastet, për aq kohë sa zgjedhjet në Partinë Demokratike dhe në atë formë që organizohen janë një antar një vot, tër pjesën tjetër të skualifikimit, të mos besimit e tjera, ti ja delegon antarit të Partisë Demokratike, të cilit do t'i delegosh në kuvend të drejtën për të ndryshuar statutin dhe shumë elemente të tjerë, të drejtën për të zgjedhur kryetarin e PDSH-s, por nuk i jep të drejtën e alternativës pra për të skarcuar, për të skualifikuar ata njerëz që nuk e meritojnë. Unë kam qenë në ata njerëz që kam kërkuar që në pjesën e kryetarit të PDSH-s të ketë pa diskutim disa kritere. Nuk është e thënë të kenë qenë gjithë antar kryesie, por duhet të kenë qenë një eksperiencë, sepse jo të gjithë mund të bëhen antar kryesie. Jo të gjithë mund të jenë sekretar, pra nuk mund ta mbyllësh garën duke thënë duhet të kesh qenë 10 vitet e fundit, se në fundit po ti e ke organizuar atë lloj. Por me sa duket ai koncepti asaj që ne kemi diskutuar vite më parë, të kryetarokracisë si një fenomen i cili ka
në ka ndaluar së dhëni mundësinë e frymëmarrjes së çdo elementi demokratik në funksionimin e partive politike, sot është ndruar pikërisht në këtë mur të lartë bllekues edhe për konceptin e demokratizimit të jetës së vendit. Sepse është, e thash edhe një herë, është forca e shembullit ajo që na bind. Ne jemi ata njerëz të cilët themi që kjo bëhet kështu dhe këtë e dëshmojmë dhe e vërtetojmë edhe në provat tona. Dhe unë nuk dua ty të kjo pjesa a e ka moralin e nevojshëm zoti Saliani dhe kush do zoti Saliani, se nuk më pëlqen të bëj gjyqin, pavarësisht diskutimit që mund të kemë në raport. Por vetë ata që sot po e kundërshtojnë e kanë shpallur hero. Pra, ne nuk po e shpallim as hero, as armik. Vetë ata që e kanë shpallur hero, sot e shpallin. Po pikërisht, pra, madje zoti Berisha vetë e ka vizituar edhe gjatë kohës që vuan dhe dënimin në burg. Por dua të them që në të gjithë të konceptin jemi pikërisht të kjo o me ne o kundër nesh, rrugë të mesme nuk ka. Dhe në një aspekt tjetër për fat keq, ky lloj qëndrimi me apo pa dashje sërisht krijon mundësinë e heroizimit në thonjza, pra të daljes së individëve të marrin domethënë disa benefite në aspektin publik që ndoshta dhe nuk i meritojnë në raport me sjelljen afatgjatë të tyre në brendësi të forcave politike, por që ti me këto qëndrime e bën të mundur që këta njerëz të veçojnë, pra këta njerëz të shihen si heronj që dolën dhe po kundërshtojnë kryetarokracinë apo pushtetin absolut të kryetarit brenda Partisë Demokratike. Dhe kjo pasaj është që krijon edhe tërë pjesën e çorientimit edhe të mëtejshëm. Po të dëgjosh enturazhin zyrtar të Partisë Demokratike, e lidhin justifikimin me Salianin me momentin në të cilin ai nisi këtë platformë rebelimi, kundërshtimi, kritikash e quajmë si të duash. Sepse sipas njerëzve të afërt të zotit Berisha, Saliani e ndërmori këtë hap në momentin e gabuar dhe sipas tyre kjo nuk kishte rastësi, sepse le të themi me lëvizjen e tij përqendroi vëmendjen nga momentet më delikate. Po më fal, po me këto lëvizje që po ndodhin tani, pra që po rifokusohet edhe më keq vëmendja brenda Partisë Demokratike të mënyra se si zgjidhet lideri apo organet drejtuese të partisë, a nuk kemi bërë shumë herë më keq se ajo që ka bërë Saliani? Sepse duke akuzuar tjetrin për një veprim të caktuar dhe duke përsëritur atë që ai bën edhe më fuqishëm, atëherë ne nuk bëjmë asnjë shumë dhe asnjë pak se të përforcojmë atë që ka bërë ai, pavarësisht se nga cili ka e bëjmë. Për mua kjo nuk qëndron, e para. Dhe e dyta, nëse ata kanë prova dokumente për akuzat që janë bërë Saliani që është ndihmuar nga njerëzit e krimit të organizuar e të gjitha me radhë, në ato salla janë pamjet filmike, ata mund të bënin shumë mirë të mblidhin komisionet respektive që ekzistojnë në mënyrën e organizimit të Partisë Demokratike, që nga etikës, që nga kryesia dhe të gjitha me radhë dhe të mos hynin te koncepti i vetë përjashtimit, por të mbani një qëndrim burror politik dhe thotë ky përjashtohet për këtë arsye. Nuk mjafton qytetari digjital sepse jemi. Po nuk më intereson mua çështja. Nuk më intereson çështja e qytetarit. Nuk më intereson çështja e qytetarit. Mua më intereson që partitë kanë mundësi të marrin një vendim. Dhe kjo kërkon kurajë dhe bururinë e caktuar për të thënë që po, ti këtu zotri 1, 2, 3, 4 element nuk mund të jesh më pjesë e Partisë Demokratike. Kjo e koncepti të vetë përjashtimit, se si mund të vetë përjashtohet dikush pa dëshirën e tij, tani këto janë shpike edhe të karakterit gjuhësor. Nuk janë shpike politike, po dhe në aspektin gjuhësor është se nuk ka vetë përjashtim pa dëshirën time. Pra ka dorëheqje me një fjalë pa dëshirën time, atëherë nuk ka dorëheqje vëlla. E bëre vetes. Është ideja. Po mirë pra tash nuk jemi në kopësht edhe po diskutojmë me një fjalë se ta dënojmë ta vëmë edhe me një këmbë kecepi i dhomës të ri. Ne po flasim për vendimarrje dhe organizma serioz politik. Është forca që nesër mund të drejtojë, të marrë besimin e shqiptarëve për të drejtuar Shqipërinë. Çfarë do t'i themi edhe nesër një ministri, u vetë përjashtove se guxove dhe the që kjo punë shkoi mirë apo këtë punë e bëm gabim, pra ky do të jetë koncepti me të cilin do të menaxhojmë dhe e theksoj edhe një herë. Gjithë kjo histori që nga fillimi i kësaj bisede
dhe deri tani dhe më pas sa do të vijoj dhe jo vetëm në këtë studio, por në çdo studio tjetër, nuk bën asgjë më shumë dhe asgjë më pak se heq vëmendjen eksaktësisht nga ajo për të cilën është akuzuar Saliani apo ndoshta edhe njerëz të tjerë si punë e Salianit. Pra ne sot duhet ishim këtu duke folur për pritshmëritë tona për dorëheqjen e qeverisë Rama, për dorëzimin e mandatit të tërë njerëzve që mund të kërkohet nga SPAK-u, pra për përfilljen e reformës drejtësi apo të tërë elementeve që vijnë nga reforma në drejtësi, duhet merreshim me gjithë problematikat e tjera të cilat karakterizojnë qeverisën e sotshme dhe po ju them vetëm një fakt të thjesht, duke marrë shkas nga polemikat e fundit që me të drejtë ka bërë Partia Demokratike në raport me një shprehje të ministrit të jashtëm, gjithnjë nëse nuk janë të sajuara, pse bisedime elektronike janë. Provë kemi. Nuk kemi se kemi në një provë dhe megjithatë, edhe sikur të jetë në mendjen e tyre për të ndodhur një gjë kësaj natyre, është një qëndrim shumë korrekt që nuk mund të tolerohet dhe s'duhet toleruar. Por nuk e kam dëgjuar asnjëherë Partinë Demokratike në këtë moment të flas me forcën e duhur për rastin e një shteti si Rus të punësuar në ambasadën tonë në Gjermani. Zero. Një rast që krijoi tendose të jashtëzakonshme në marrëdhënie diplomatike Gjermani-Shqipëri. Atëherë si ta shpjegoj unë këtë fakt? Nuk kemi absolutisht asnjë qëndrim koherent të vijueshëm dhe të pacedueshëm në raport me çështjen e portit Durrësit, që e konsideroj një krim të rënd në raport me të ardhmen e Shqipërisë. Kishte një event para një jave paka shumë për portin e Durrësit. Jo një event, duhet të ishin të organizuar nga departamenti Brengen. Duhet të ishim çdo ditë. Duhet të ishim çdo ditë dhe të kthehet dhe të çohet në organet kushtetuese, të çohet në Strasburg, or edhe në Han të çohet ajo lloj vendimarrje kriminale. Në fund të fundit për këtë paguhen deputetët e opozitës, të garantojnë konstitucionalizmin në Shqipëri dhe kur nuk respektohet nga qeveria në çdo mekanizëm dhe organizëm tjetër të mundshëm. Dhe në qoftë se Rama ka të kapur edhe gjykatën e kushtetuese, atëherë duhet të rendim në gjykatat europiane siç është rendur dhe për çështje të tjera. Të merret me rastin e banorëve të Durrësit që do prishen shtëpitë thjesht sepse kryeministri ton ose kapo ministri ton i është mbushur mendja të ndërtojë lulishte. Dhe kjo duhet shkojë aty jo thjesht me projektin e qeverisë, por duhet shkojë në gjykatën kushtetuese për cënimin e drejt për drejt të drejtës minimaliste kushtetuese dhe thelbësore që është prona, që është e lidhur me jetën e qytetarit. Pra kjo është ajo që unë pres dhe besoj edhe shumë qytetar në aksionin politik të Partisë Demokratike. Dhe në vend që ne të jemi ditë për ditë në lidhje drejt për së drejta nga PD-ja apo nga tereni në raport me këto situata, ne vazhdojmë dhe merrim me telenovelën numër 3 tashmë zgjedhja e kryetarit të PD-s. Ju lutem, a kemi ndonjë ndjekje nga Partia Demokratike në raport me situatën e shëmbjes së rrugës, se çfarë ka ndodhur me Eutusin, a janë marrë dhe ku deri ku janë hetimet? A kemi ne ende sot një ndjekje nga Partia Demokratike se ç'u bë me autorët e frikshëm të shëmbjeve të apartamenteve në Durrës nga periudha e tërmetit? Pra këtu ka kaq bëma dhe gjëma, sa ne nuk duhet të rreshtim 24 orë në 24 së marri drejt për së drejti me këto, qoftë nga Selia, qoftë në teren. Dhe ndërkohë që këtu është thelbi, këtu është problematika më e madhe, aferat e mëdha korruptive, bjerje e tërë sistemeve që ka Shqipëria, pa folur për akshin e tjera, edhe le të themi të dhëna tona personale, që nuk e dim, dje dëgjova sërish nga mediat, që po ndodh prap një skandal tjetër, pra ja morëm një kompanie private, e shtetëzuam prodhimin e pasaportave biometrike dhe dokumenteve tjetër të identifikimit, dhe tani prap po e koncesionojmë. Kush, si, pse, çfarë ndodhi? Apo e morëm nga një dorë djathtë që nuk ishte e jona për ta dhënë me dorën e majt vetes tonë. Pra, do të vazhdojmë të vidhim shtetin dhe shqiptarët pa frikë? Ka shumë njerëz janë të pakënaqur me veprimet e Partisë Demokratike, kështu që në këtë sens nuk. Ju nuk e kam fare me kënaqësinë, unë e kam me detyrën. Unë nuk po flas për kënaqësi apo pa kënaqësi. Ne po flasim për detyrën që ka një opozitë në parlament. Por, nga që jam po shkojmë pak a shumë drejt fundit. Ka dhe një moment tjetër që doja një mendim nga ty, nëse ke arritur të krijosh një ide.
pse demokratët, enturazhi i zotit Berisha në këtë situatën ku ndodhet se përket zgjedhjes kryetarit i mandatit të ri, preferon më tepër formulën e një referendumi drejt së cilës me sa duket po shkojmë. Ke arritur të krijosh një ide pse? Sepse shumë njerëz mendojnë që historia politike e këtij vendi ka treguar shembuj sa të duash ku edhe nëse nuk ka një kandidat real, shpiket një kandidaturë sa për t'i bërë qefin kryetarit që mos u duket sikur ishte vetëm ai në garë. Nga PS-ja te PD-ja ka pasur plot raste të tilla. Pse këtë herë Berisha nuk e do as këtë opsionin në një kandidaturë false sa për sy e përfaqe, por që t'ishte proceduralisht dhe teknikisht dhe ligjërisht në rregull. Pse pra po shkon drejt opcionit të një referendumi? E doni apo jo Sali Berishën? Unë besoj që unë besoj që për këtë duhet pyetur vetë zoti Berisha, sepse ne nuk mund të përgjigjemi në emër të tij dhe nuk është çështja e enturazhit, se ne i kemi partit tona one man show, kështu që pjesa e enturazhit është thjesht njerëz që zbatojnë udhëzimet, urdhrat apo si të doni ta quajmë. Në bindjet e tyre ndjehen të detyruar në raport me titullarin që ky na ka dhënë karrierën, domethënë politike etj, kështu që ne nuk duam dhe nuk mundemi të dalim kundër. Kështu që nuk është aty çështja, këto mund të jenë 1100 arsye, por do të thoja që nga një anë tjetër, të paktën në mesin e kësaj të keqe, të madhe që po ndodh, shumë më mirë që nuk u kalua në maçolakrorizim të situatës, sepse do të ishte edhe më, do të thoja, e pahishme për të mos përdorur ndonjë fjalë tjetër. Pra do të ishte edhe më fars patja e një njeriu i cili nuk do të ishte fare për zgjedhje e mundshme, domethënë në demokratëve në një garë. Kështu që në të gjitha këto raste nuk shoh asnjë arsye logjike që Partia Demokratike të krijonte këtë situatë që ka krijuar. Më duket totalisht e pakuptim dhe më duket totalisht e pashpjegueshme. Kështu që në të gjitha këto raste, ajo çka unë mund të them është që dëmi që po shkaktohet, dëmi që po i shkaktohet vetë Partisë Demokratike, por dëmi që po shkaktohet edhe në raport me pritshmërinë që opinioni publik ka apo votuesi shqiptar, dhe sidomos pjesa e votuesit gri, e cila pjesë është ajo që bën gjithë një diferencën në zgjedhje, pra ajo që i jep njërit krah apo krahun tjetër fitoren, është totalisht tashmë e shokuar dhe nuk arrin të kuptojë se çfarë po ndodh. Ky është një fakt. E ke dëgjuar besoj këtë narrativën që ka shumë njerëz që mendojnë që me Berishën nuk fitojmë, por pa Berishën nuk bëjmë dot. Pse? Sepse sipas tyre Sali Berisha ka votat e tij si individ, që nuk janë vota domosdoshmërisht të Partisë Demokratike. Nuk e di nëse të bind si narrativ dhe nëse do të qëndronte kjo, pyetja që kam është Sali Berisha nuk është 20 vjeçar, është 80 vjeçar. Nëse Zoti Perëndia, e quajmë si të doni, do ta thras, çfarë do bëhet me këto votat më pas? Shiko, kjo pjesa që pak të smundemi, është e keqe detyrueshme etj, janë të gjitha alibi për të justifikuar vendime dhe qëndrime të caktuara. Por meqense ma shtruat, ma lejoni që dhe unë të ndërtoj disa hipoteza në raport me pyetjen tuaj, edhe ti marrim format hipotetik. E marrim të mirëqen dhe e dim të gjithë që zoti Berisha ka votat e tij personale. Janë 200, janë 300, janë 400.000, nuk ka rëndësi. Janë vota të gjitha të pamjaftueshme, megjithatë, për të mundur një kundërshtar politik i cili është në pushtet me të gjitha lidhjet që dim të sipërfaqes. Okej. Atëherë, çfarë bëhen në një rast të kësaj natyre? I bie për të hyrë në ndeshje për të humbur? Apo trajneri duke shfrytëzuar dhe duke kuptuar forcën dhe mundësitë e vet, ndërton dhe harton një strategji e cila mund të rriste shanset për fitore teorikisht dhe pastaj praktikisht, po shumë bukur. Meqense është kjo mundësi, atëre zoti Berisha, dhe kushdo zoti Berisha se çështja shtrohet në aspektin filozofik, mund të krijonte një ekip drejtues, një tavolinë të rumbullakët 4 personash, prej 7 personash, pra një udhëheqje kolegjiale në Partinë Demokratike
dhe të thoshte që kjo do t'jetë bërthama vendimarrëses edhe nuk do t'je mund. Mund të krijoheshe komplet një hapësirë tjetër duke thënë që partia do drejtohet nga zoti Berisha dhe ky ekip tjetër që janë të barabartë mes të barabartëve dhe kandidati për kryeministër do të jetë Erdbil Bylykbashi për shembull. Dhe këta do të jenë përgjegjës për organizim, se janë versione që i kemi dhënë edhe brenda strukturave të partisë dikur. Dhe këta do të jenë përgjegjës për organizimin e partisë, për përzgjedhjen e trupës më luftarake, siç është deputeti e tjera me radhë. Dhe pjesa tjetër, dhe pjesa tjetër, pra ky individi që i jepet tagri për të formuar qeverinie, do të jetë përgjegjës për hartimin e politikave dhe ekzekutivit. Dhe mund përcaktohesh edhe me statut që ky njeriu duhet të ketë minimumi të paktën 3 individ për secilin post ministror. Në mënyrë që secili prej tyre dhe të ketë mundësinë të afirmohet në publik dhe të ketë mundësinë të afirmoj dhe veten e vet dhe se sa i Zoti është për atë detyrë që është i besuar. Pra ka formula parfund për të ndërthurur votat e zotit Berisha me ato votat të cilat nuk do t'i shkonin zotit Berisha, por do t'i shkonin dikujt tjetër. Pra bëhet e unifikimi. Pra kur ne nuk bëjmë një përpjekje brenda partisë për të mbledhur votat që janë shpërndar sa lart poshtë, për çfarë kuptimi ka të bëjmë një tavolinë të përbashkët me partitë opozitare? Pra dua të them që gjithçka është çështje diskutimi dhe ajo që unë besoj dhe që do të ishte me udhës për t'u bërë, ishte që gjithë kjo mund të bëheshe temë diskutimi brenda strukturave të Partisë Demokratike, por pastaj edhe në opinionin publik. Domethënë do të ishte një formë shumë e mirë kur njerëzit në mënyrë interaktive do të bëheshin frymëzues apo propozues të ndryshimeve apo të formave të ndryshme si mund të funksionte Partia Demokratike, duke patur të integruar dhe zotin Berisha brenda vetes. Sepse dhe ne nuk e përjashtojmë dot zotin Berisha, duke filluar dhe unë dhe ti dhe kushdo tjetër, sepse nuk është çështje dëshire, është çështje pragmatizmi dhe realizmi, por nga ana tjetër dhe zoti Berisha apo bashkëpunëtorët e zotit Berisha nuk mund të përjashtojnë të tjerët, sepse ndryshe do të mbetemi të vegjël dhe nuk do të arrijmë të rritemi aq sa për të mundur zotin Rama. Pra dëgjojmë të partinë që flet për shumë për hapje, ndërkohë që vetëm përjashtimet. Po pra, siç vim dhe ke logjika tjetër, që e kam thënë prej vitesh, Rama i vjedh zgjedhjet. Po mirë, i vodhin 2017-ën. Çfarë bëm 2021-shin për të mos lejuar vjedhjen? Na i modhin 2025-ën. Si do ta shpëtojmë në 2029-ën mos vjedhjen? Apo kemi rënë dakord për qenë të parët e të dytëve? Se pastaj këtu është problem tjetër, është përcaktim filozofik se ku ke vendosur ti jesh. Se edhe i parit të dytëve mund të jesh diçka dhe ti mund të jesh i kënaqur, po sigurisht. Shumë njerëz në fakt i di që shumë njerëz mendojnë se Berisha është i kënaqur dhe me numrin 2. Sepse në farë mënyrë opozita është pushtet. Por është pushtet, por ama sfida më e madhe është të marrësh ekzekutivin, nuk është të jesh drejtuesi i opozitës. Kjo është një sfidë brenda vetes, pra të marrësh besimin e antarësisë së një force politike për të qenë lideri i tyre është një sfidë e brendshme. Sfida kryesore e një partie që mëton ardhjen në pushtet është mund kundërshtarin politik. Pra për shembull po e marr me një shembull fare të thjeshtë nga futbolli. Dihet që Atletico Madridit, për shembull për gjithë ata që na kuptojnë, po e them kështu për një shembull të thjeshtë, nuk është e njëjtë në ndërtimin edhe në strukturën e vet me Arsenalin si ekip anglez, por ka krijuar një strategji të tillë trajneri i tyre, e cila jo vetëm rezultoi në balancimin e lojës, por në disa çaste ose për pak momente i shpëtoi edhe fitoria. Dhe ndoshta mund viki kualifikim në rastin tjetër. Pra askush nuk mund dorëzohet duke thënë që kundërshtari im është më i fortë, se po hyj me këtë logjik që kundërshtari im do më mund, që kundërshtari im do më vjedh, sepse kjo shkakton një problem të rëndë psikologjik edhe te pjesa e votuesit. Dhe votuesi thot, ore kur ky të vjet, unë për çat vit të votoj ty, po ri në shtëpi më mirë, se nuk po them që po shkon po voton Ramën. Pra është ajo që kemi folur edhe për strategjinë e komunikimit. Absolutisht. Pra janë një mori problematikash në vitet e fundit Partisë Demokratike, të cilat kanë brejtur besimin e qytetarit apo dhe vetë antarëve të Partisë Demokratike dhe prandaj e konsideroj një histori krejtësisht pa nevojshme këtë që ndodhi dhe nuk jam në gjendje të jap pse përveç se të spekuloj. Çfarë ndodh me PD-n nëse nuk është më Sali Berisha, sepse jemi të gjithë të vdekshëm? Po çfarë do ndodh? Jeta vazhdon. Nuk ka asnjë
në asnjë vend të botës dhe prasim ndahet, soptohet, ka shumë dëgjon skenar nga më të atëherë apo thjesht më lejoni t'i referohem një thënie që nuk është thënë vetëm nga ai, është thënë nga shumë veta, por është një personazh i cili megjithmend konsiderohet lider i pa diskutuar në aspektin kinematografik, siç është Robert De Niro. Dhe në një nga këshillat që ju jep aktorëve të rinj në një takim me student që studionin për aktrim, këshilla e parë që ju dha ishte askush nuk është i pazvendësueshëm. Dhe po flasim këtë, e tha në kulmin e karrierës së tij. Pra, çfarë do që të ndodh? Nëse do të jenë të paaft për të riorganizuar, për të bashkuar dhe do të kalojnë në një ndarje që e shohim ose në të majtën italiane ose në të majtën greke, që këtu e kemi tek e djathta shqiptare, të gjitha këto do të jenë periudha kalimtare, janë procese që do ndodhin, mund t'i kanë qenë parti shumë të fuqishme dhe në një moment saktuar janë shpërbër për arsye nga më të ndryshmet. Dhe do të vi ose një ribashkim, ose do ndërtohet një forcë e re politike e cila do të zvendësojë, sepse terreni asnjëherë nuk është lënë dhe nuk lihet bosh. Sa kohë do të marrë kjo ha diskutim sepse nuk jemi orakuj dhe të parashikojmë. Por nuk ka asnjë gjë të parikuperueshme, sepse është vetë dialektika e zhvillimit. Nga njëra anë një qeverisje apo një majorancë e cila do ta zërë në vetvete pesha e rëndë e skandaleve dhe korrupsionit, siç jemi në momentin që flasim, dhe në krahun tjetër do vi domosdoshmëria e rikrijimit ose e ribashkimit. Dhe mund mos vi përmbysja nëpërmjet një partie të vetme, por mund të vi nëpërmjet 2-3 partive. Është e pa diskutueshme që do ndodh. Nuk kemi të gjithë kemi një afat skadence në këtë jetë. Mendon se është një leksion për opozitën? Unë kam thënë që në momentin e parë që ndodhi është një leksion dhe është një leksion shumë i fortë, por në thelb në kuptimin e ngjashmërisë absolute është një shembull që ka të bëjë më shumë me Partinë Socialiste. Ka të bëjë më shumë me Partinë Socialiste, sepse ishte një person i cili nga brenda partisë, i cili brenda partisë dhe krijoi, domethënë, po brenda forcës së vet të djathtë, një parti e cila mori besimin masiv të elektoratit amba. Por pse të pyeta është një leksion për partinë për opozitën, ishte pyetja ime, sepse rasti konkret në Hungari tregoi dhe edhe aty kishte shumë parti opozitare, nuk kishte një parti të madhe opozitare. Domethënë opozita edhe atje ishte fragmentarizuar. Kryetarët e partive të tjera pranuan të bënin një hap mbrapa, lanë vetëm një frontman, një kandidat për kryeministër, e thanë të gjithë mbështesin këtë. Të djathtë, të majtët ka garuan. Okej, pa kanë fjalën që dhe aty pati një bashkim, sepse nëse secila nga partitë opozitare të djathta dhe aty do kishin dalë me kryetarin e vet, pra nëse nuk do kishte pasur një lloj bashkimi politik dhe mes opozitës. Unë mendoj që nga rezultati final i votave, një lloj do të ishte goditur. Ndoshta kjo mund të kishte favorizuar partinë e Orban të merrte dhe disa vende më shumë parlament, por verdikti i hungarezëve ishte i qartë. Ky njeri duhet të dalë në pension politik dhe nuk e diskutonin. Ajo çfarë ata pritën ishte një personazh i cili i frymëzoi me qëndrimin e vet, e dyta duke mos patur mëkate të së shkuar, se nuk është problem të qenit pjesë e i partie. Se në rast të përmarrim për shembull dhe në rastet kur ndodhin humbjet e zgjedhjeve, që ikën kryetari i partisë, sigurisht kryetari i partisë ikën bashkë me mea culpën që ka qenë ai që ka orientuar pjesën kryesore dhe janë bashkëpunëtorët e tij më të afërt që hynë në garë për të marrë partinë, kontrollin e partisë. Dhe këto janë gjëra kryesisht normale, se ne nuk mund të shpikim gjoja në emër të ndryshimit të elitave, të spastrojmë tërë elitën politike të ndërtuar në kohë. Jam në fund, por nëse më thua flesh, sa gjasa ka që meqense morëm Hungarinë si shembull që një gjë e ngjashme të ndodhe me mazhorancën në Shqipëri. Ti the për Berishën, o me ne o kundër nesh, rrugë të mesme nuk ka, dhe Rama në këto diskutimet e brendshme kishte thënë o bardhozi, ngjyra të tjera nuk ka. Jo, po është një gjë që dihet sepse është mënyra kryesore të drejtuarit në paritë shqiptare me dorë të ekurt. Me sa kuptoj ju thoni që është në gjendje Spiropali. Jo vetëm ajo, nuk e kisha të përveçëm. Sa shikon ti brenda Partisë Socialiste që të ketë opsione, mundësi, eksponent, si të duash ti, talash të hapur, që të sfidojnë pushtetin e Tiranës. Opsione ka, dhe madje unë besoj që edhe qëndrimi i zotit Braçe po zonjës Spiropali
apo edhe individëve të tjerë nga brenda Partisë Socialiste, kurajo e tyre, sidomos në këtë periudhë, ka ardhur sepse ata kuptojnë shumë mirë që situata ose pozitat e Edi Ramës në krye të Partisë Socialiste ose kryeministër janë shumë të dobta. Dhe sa më shumë zëra të tillë të dalin brenda, kjo do të krijojë pa diskutim një tektonik zhvillimesh shumë do të thoja të pritura në Partinë Socialiste, nuk do të thoja të mirëpritura, sepse ata njerëz për fat keq kanë ndarë pjesë pushteti dhe mentaliteti të drejtimit të vendit, por gjithsesi do të ishte një zhvillim pozitiv. Por ky zhvillim pozitiv që vjen brenda radhëve të mazhorancës nuk mund të përbëj në asnjë moment dhe nuk duhet përbëj në asnjë moment pikë referimi apo shprese për të gjithë ata që mendojnë që janë pjesë e opozitës shqiptare, duke filluar që nga partitë opozitare apo dhe votuesi opozitar, për t'i referuar filozofisë kineze ose filozofit kinez të artit luftës Sun Tzu, armiku tim është miku im, kjo pa diskutim. Pra strategjikisht duhet ndërtuar një mënyrë tjetër e re komunikimi dhe përqasje me zhvillimet e brendshme. Por për fat të keq, në vend që në këtë moment kaq oportun të kishim mundësinë për të ndërtuar, nuk është fokusuar se nuk ka halle, po i shpik hallet. Dhe këto halle që po shpiken po çojnë në një bjerje dhe në një shterim edhe të energjive dhe të pritshmërive dhe pa diskutim edhe në një zvoglim të Partisë Demokratike, por sigurisht që në fundit është vendimarrja e tyre dhe ne nuk mund të ndërhyjmë me përjashtim duke thënë opinionet tona thjesht pa asnjë rezervë, sepse besoj shumë qartë që çdo kush thotë të vërtetën e tij pa absolutisht asnjë lloj kompromisi ose paqe, do të thoja, me ndonjë gjë që nuk shkon, vetëm mirë bën. Absolutisht. Sepse e vërteta dhëm, por shëron mirë ata që nuk kanë vesh të dëgjojnë. Si gjithmonë, shumë i qartë. Leonard Dolli, shumë faleminderit për kohën që na dedikove sot dhe gjithë analizën tënde. Kënaqësi të jem gjithmonë me ju. Faleminderit. Ne do të shkëputemi pak publicitet dhe kthehemi përsëri shumë shpejt.
Jemi përsëri në transmetim të drejt për drejt me editarin e fundjavës. Zoti Rezart Klubina është bashkuar në studio, përshëndetje mirë se erdhe. Ne do të vazhdojmë diskutimet mbi politikën. Aktualiteti na çon në një farë mënyrë na detyron të flasim për zhvillimet në Partinë Demokratike. Duke qenë ju jurist dhe duke njohur mjaft mirë Partinë Demokratike, doja që më tepër se për aspektet politike të sqaronim një gjë sa i përket aspekteve juridike të kësaj situate gjithashtu, sepse një nga kandidatet, zonja Merem Mesela, mjekë në profesion, dje njoftoi se do t'i drejtohet të gjykatës, do të bëj padinë në SPAK e të tjera e të tjera. Por aktualisht, meqense PD nuk e ka, le të themi, shumë të largët këtë historikun e përballjeve në gjykatë. Cila është në këndvështrimin tuaj gjendja e sotme Partisë Demokratike me atë në raport me atë periudhën e padive kundër padive? Ishte një moment që u bë një lëmsh dhe një kakofoni se kush kishte paditur kë për çfarë dhe ku. Padit përgjithsisht janë pushuar me përjashtim të një gjykimi që vazhdon të jetë akoma në gjykatën e lartë, që është pasojë e gjykimit në gjykatën e apelit për çështjen e Vulës, që ishte ndërmjet rithemelimit dhe me grupimit tjetër që në atë kohë drejtonte PD-n. Ajo është e vetmja padi aktive sot që flasim, që mbetet në gjykatën e lartë, ngelet për të shqyrtuar, por që akoma nuk ka një datë. Mund ta rikthej gjendjen në situatat e mëparshme apo vështirë përderisa ato janë pushuar të tjera? Hapësira ligjore ekziston, se sa do të dhe si do të interpretojë gjykata e lartë. Se ne kemi dëgjuar për shembull që zotja Libeja, që ishte një nga paditësit, është tërhequr në këtë sens. Ju keni qenë pala. Unë kam qenë ai që e ka çuar rekursin në gjykatën e lartë dhe kërkesën për heqje dorë nga rekursi. Sa kohë që nuk ka një vendim të gjykatës lartë, ka një hapësirë ligjore të mundshme që çështja të vazhdojë apo dhe të pushohet. Por hapësira ligjore aty është. Pastaj se si do të jetë vendimarrja e gjykatës së lartë mbetet për të parë. Sa kohë flasim aktualisht, çështja është e regjistruar, por nuk ka një datë gjykimi dhe gjykata e lartë ende nuk ka shpallur një moment në cilin do ta marrë çështën në shqyrtim. Okej. Tani referuar këtij procesi të fundit, çfarë na bëri përshtypjen ne? Që u mor një vendim për garë në Partinë Demokratike që u njoftua me 18 mars. U tha nga mor vendimin me 18 mars. Po, u tha që u hap gara në Partinë Demokratike. Vendimi në vetvete dhe përmbajtja e tij u bë publik me 29 prill, ndërsa të nesërmen, pra 30 prill në 12 në mesditë, skadonte afati për paraqitjen e kandidaturave. Nuk e di nëse këtu shikojmë një anomali, nuk e di nëse ka një detyrim që këto vendime të jenë publike, sepse për shembull ne si media, dhe nuk e di se si mund ta marrë vesh opinioni i gjerë antarësia e Partisë Demokratike për mbajtjen e një vendimi të tillë me kushtet që ky vendim kishte. Për shembull, kandidati duhet kishte pozicione drejtuese 10 vitet e fundit, nuk kishte i dënuar me vendim të formës së parë e gjithë të gjëra. Pra nuk është vetëm një vendim u hap gara. Si, deri kur janë afatet, cilat janë kushtet. Të gjitha këto përmbajtje nuk ishin bërë publike. Dhe nuk e di nëse në këndvështrimin tuaj këto mund të jenë bazë për një padinë në gjykatë, sepse zonja Merem Mesela, që ishte një nga kandidaturat që nuk u pranua, e ka bërë tashmë të qartë përmes një reagimi publik se do t'i drejtohet gjykatës dhe do bëjë dhe një padinë në SPAK. Kjo pjesa e SPAK-ut është një nga këto teoritë alla shqiptare. Njërë çdo gjë shkon SPAK, aq më pak një gjë që ka të bëjë me zgjedhjet brenda partive. SPAK-u ka një profil shumë specifik, që është korrupsioni dhe krimi organizuar dhe nuk ka. Nga që zoti Berisha kryetar është deputet dhe në këtë sens çështja nuk ka lidhje. Është çështje brenda partijake dhe si e tillë, unë kam dyshime shumë të forta që kjo çështje edhe mund të shkojë apo mund mos shkojë në gjykat, paktën jo nga zonja Mereme. Zonja Mereme nuk ka asnjë lloj shkaku ligjor për ta çuar çështjen në gjykat. Zonja Mereme është personi i cili ju pranua dokumentacioni, ndaj cilës u mor një vendim. Dhe vendimi është për shkak një mosplotësim kriterësh, është çështje. Tash ky vendim teknikisht ose të paktën mbas statutit të PD-s mund të shkojë dhe të kundërshtohet në gjykatën e brendshme. Partia ka një gjykatë të brendshme që drejtohet nga zonja Kalaja, e cila duhet marrë një vendim. Dhe nëse ky vendim është prapë në kundërshtim me ato që janë pritshmëritë e zonjës Mereme, mund të shkojë dhe ta ankimojë në gjykatë. Po do shkojë me një proces themeli që është një proces i cili në momentin ose në gjendjen aktuale të sistemit drejtësisë do të kërkonte një periudhë më shumë se 3 vjeçare. Kështu që nga ana faktike ose praktike gjës nuk do të prodhonte asgjë. Kështu që të paktën në këndvështrimin e këtyre që u rezultuan kandidat të regjistruar dhe pavarësisht që nuk u pranuan apo skualifikuan si kandidat nga gara, nuk shikoj që ka shkaqe ligjore për ta çuar çështën në gjykatë.
As nga zoti Saljani për shembull, zonja Kokalari, janë dy kandidatura. Alesja Balliu ishte një nga njerëzit që mori më shumë vota në primare, në proceset e primare në qarkun e Elbasanit. Ervin Saljani antari i kryesisë, por kandidatura e tij as nuk u morë në konsiderat, sepse jo antari i Partisë Demokratike. U tha, është ky këndvështrimi i vetëpërjashtimit. Me të thënë. Në ç'kuptim është me të thënë? Atëre. Ajo që ka ndodhur realisht është kjo, që t'jemi ligjërisht të kthehemi tash në aspektin e pse për ta siguruar për të rishikuar pse po e shtroj këtë këndvështrim, pse po e hap të këndvështrim, sepse ka një lloj ankese që vjen nga enturazhi i zot Berisha, që thotë ka një përpjekje që PD-n ta rikthejnë në çështje vule, gjykatash dhe ta mbajnë peng të ardhmen e saj, kujt është partia e të tjera. Dhe nuk e di, un kam një dyshim dhe personal nëse mos PD vetë, por do të mbrim aty përmes të rrjedhës logjike, mos PD vetë e ka hapur vetë kraun një rreziku të tillë. Është kundërta. Okej? Është kundërta. Atëherë, nëse do të ndjekim procedurën normale që duhet ndiqet në raport me zgjedhjet, që do të thotë merret një vendim datë 18 mars dhe ky vendim duhet të jetë publik dhe duhet të njoftohet të gjithë antarësisë PD-s. Në mënyrë që të hapet gara dhe çdo individ që ka pretendimet apo le të themi dëshirën për të kandiduar për kryetar partijet, plotësoj dokumentacionin dhe ta depozitojë. Do të thotë nga data 18 mars deri në datë 30 prill do të isha fat i mjaftueshëm për çdo individ që kishte synime kandidimi. Ajo që ka ndodhur është që ky dokument u mbajti fshet. Do publikuar në datë 29 mars, do të thotë më pak se 24 orë nga 29 prill. 29 prill, më pak se 24 orë nga momenti i përfundimit të fatit për depozitimin e dokumentacionit. Nëse do të shikosh sjelljen e strukturës së PD-s me 3 nga kandidatët, që është zonja Kokalari, zoti Saljani dhe zonja Balliu, ç'a ndodhi? Dokumentacioni nuk u pranua. Do thotë, ç'a ndodh? Kur ti nuk pranon dokumentacionin, ti nuk rezulton ti je regjistruar ndonjëherë si kandidat. Dhe nuk u po mos pranimi i dokumentacionit, a është në vetvete shkelje? Po kur dokumentohet, që do thotë nëse ti sjell dokumentacionin dhe unë refuzoj të ta pranoj dokumentacionin me një akt të shkruar. Zonja Kokalari ka dërguar me post. Edhe Saljani në mos gaboj ka deklaruar. Nuk e di për zonjën Saljani, për zonjën Kokalari e di që e ka dërguar me post. Refuzimi duhet me akt. Duhet të jetë me një akt shkresor, që unë nuk ta pranoj zarfin për një arsye 1 2 3 4. Dhe kjo është historinë vete. Po se këtë i kanë deklaruar, thot, avokati im në Tiranë ka shkuar në orën 9:30 në selinë e Partisë Demokratike për dorëzuar dosjen e aplikimit. Roja nuk e ka lënë të hyjë brenda, por i ka komunikuar pasi ka folur me dikë brenda që nuk pranojnë zarfe. Ndërkohë avokati ju ka bërë të qartë që është aplikimi im. Do ta nisim me DL dhe do dërgoj atyre që duhet. Dhe aplikimi është nisur me DL. Tash kthehemi ke pjesa formale e gjës. Nëse ti shkon në gjykat gjithmonë me një akt shkresor, me një akt formal. Ti kundërshton një procedurë për shkak disa fakteve që janë fakte që provohen formalisht me shkresë. Nuk shkohet thjesht me deklaratën publike. Pse? E dyta, deklarata publike duhet ta bëj institucioni i cili ka për detyrë që ta pranojë dokumentacionin. Dhe në rastin e PD-s, institucioni që kishte për detyrë të pranonte dokumentacionin ishte KOKOE, Komisioni i Operacioneve Elektorale. Po atë ditën e fundit aty s'kishte asnjëri nga këta zyrtarët. Po nuk është e rastishme. Do të thënë kjo është gjithçka që ti shikon që ka ndodhur në datë 29 dhe 30 prill në PD është e qëllimshme. Pse? Duke mos pasur asnjë deklaratë zyrtare nga personi që ka për detyrë të ndjekë procesin. Do thotë një nga anëtarët e komisionit të organizimit procedurave elektorale. Duke mos pasur një akt shkresor për refuzimin e marrjes së dokumentacionit, ti heq legitimitetin për të drejtuar gjykatës. Do të thënë asnjë nga këta persona nuk mund të drejtojë gjykatën se nuk ka legitimitet. Kur ti shkon në gjykatë, gjykata do të pyes kush je? Do të thosh jam kandidat, po si e provon që je kandidat, do të pyes gjykata, dhe ti nuk ke përgjigje sepse ti nuk ke një akt që të provon që ti shkove për të kandiduar, jo vetëm deklarata publike, por të mungon akti shkresor. Dhe ti në gjykatë kundërshton formalisht një akt shkresor. Nëse nuk ke akt shkresor, nuk ke se si. Dhe ky është problemi. Tani, këtu po duket sikur në vend të zgjedhjeve mes kandidaturave të ndryshme, që të gjithë bien dakord kushdo që të ishte kandidatura Sali Berisha e kishte të sigurt të fitoren, kështu që këtu është dhe dilema, habia politike që pse i refuzove, të paktën një për nuk është habi politike, është habi ligjore. Okej, pse? Të gjitha këto qëllimet që, do të thënë, gjithë këto veprimet kanë bëjnë vetëm me një qëllim të vetëm. Nëse Sali Berisha do të kishte një kundërshtar faktik i cili do të garantonte përballë tij, do të kishte potencialisht një palë ndërgjyqëse. Ton kushdo që do të regjistrohej si kandidat përballë Sali Berishës do kishte drejtën ta çonte çështjen në gjykat. Ky është legitimiteti, e drejta për ta çuar çështjen në gjykat. Por kjo e drejtë lind në momentin që ti regjistrohesh si kandidat. Ti regjistrohesh si kandidat dhe ti thua procedura është e parregullt, pse sepse Sali Berisha nuk mund të ishte kandidat për shkak të dispozitave statutore.
Dhe gjithë procedura që ne shikojmë sot që ka ndodhur në PD është pikërisht për të evituar mundësinë që kjo çështje të shkonte në gjykatë duke kishte statusin kandidat dhe potencialisht fitonte të drejtën të çonte Berishën në gjykatë. Duke pezulluar të drejtën e Berishës për të kandiduar. Dhe këtu është çështja nuk është politike, është ose më saktë është thelbësisht juridike dhe pastaj e veshur me mantelin politik. Problemi është mos lejojmë që një person brenda një kandidati mundshëm të shkojë dhe të kërkojë në gjykatë që Sali Berisha mos të jetë kandidat. Sepse kushdo që do ishte do të fitonte pozitën e kandidatit në datë 30 prill, do të kishte drejtën që të shkonte në gjykatë dhe të kërkonte përjashtimin e Sali Berishës nga kandidimi, si person i cili nuk plotëson kushtet statutore për të kandiduar. Dhe kjo do ta fuste pastaj PD në një ngërç tjetër, sepse gjykata me shumë drejt nuk mund të thoshte që Sali Berisha mund të vazhdojë të kandidojë, përsa ka një dispozit statutit që thotë që kryetari që ka humbur zgjedhjet nuk mund të kandidojë më. Por, çfarë do zgjidhte në këtë sens formula tjetër që duket sikur preferohet nga enturazhi i zotit Berisha për konfirmimin e tij në krye të Partisë Demokratike përmes një referendumi? Kjo është pjesa politike e të njëjtës skemë ligjore. Do të thotë, duke çuar Sali Berishën kandidat vetëm në zgjedhje, ti ke zgjidhur problemin e moslejimit Berishës për të kandiduar. Se ky është shkaku. Po si e zgjidh këtë? E zgjidhe. Nuk ke një person cili mund ta kërkojë në gjykatë mos kandidimin e Berishës. Kjo është zgjidhja e parë. Zgjidhja e dytë është zgjidhje politike. Ajo që i duhet Berishës është të jetë lideri i vetëm i PD-s, të jetë lideri absolut i PD-s. Dhe ajo që ndodh brenda gardit Partisë Demokratike është moslejimi, dhe kjo është thelbësisht politike pastaj, i krijimit të një grupimi sado të vogël brenda PD-s që ka një mendim ndryshe. Nëse do shikoni lëvizjen e Salianit, ai kishte një qëllim vetëm, të krijonte një identitet brenda PD-s, jo jashtë PD-s, brenda PD-s, me një vizion të ndryshëm nga Sali Berisha, me një vizion ndryshëm nga kupola drejtuese e PD-s. Kjo nuk mund të lejohet të ndodhë në PD. Pse? Sepse Sali Berisha bën një kalkulim që është kalkulim politik. Dikur, në një të ardhme të afërt apo të largët, kjo varet nga pjesa biologjike e zotit Berisha, do të detyrohet të zgjedhë një pasardhës në PD. Po pasardhësi në PD nuk mund të ketë kundërshtar brenda PD-s. Partia do të jetë monolite në raport me besnikërinë dhe atij që do të jetë pasardhësi që do të zgjedhë zoti Berisha. Sepse nuk do të kemi dualitetin Berisha-Basha siç ishte periudhën 2013-2021, por do të kemi një siguri absolute që individi që do vazhdojë nuk do ta ketë të dualitet. Dhe mbyllja e kësaj hapësire është krijimi një bunkerizimi të vazhdueshëm në raport me besnikërinë që partia do të ketë në vijimësi ndaj Sali Berishës sot që flasim, dhe pastaj ndaj atij që Berisha do të zgjedhë si pasardhës. Sot, ta analizojmë faktin që Partia Demokratike, si çdo parti tjetër, funksionon ligjërisht në bazë të statutit të saj, të miratuar prej saj, të depozituar në gjykatë. Hipotezë ligjore. Kështu thot ligji. Okej, statuti është një akt kontraktual, që do të thotë ne ose këta që kur mblidhesh ti dhe mblidhet gjithë bashkë, ndërsa e PD-s dhe vendos të zbatojë ca rregulla. Po. Këto rregulla shkruhen. Ka një nocion juridik që quhet veprime konkludente, që do të thotë pavarësisht nga rregullat e shkruara, veprimet e gjithë grupimit që ka shkruar rregullat mund të bien ndesh me rregullat, sepse ky është vullneti i përgjithshëm. Dhe ajo që të rezulton sot në PD është që vullneti i anëtarëve të PD-s është që ai Neni Basha mos zbatohet. Por teknikisht deri në momentin që shprehet ky vullnet, zoti Berisha sot, për shembull në këndvështrimin tënd si jurist, ligjërisht është kryetari i Partisë Demokratike, sepse ai Neni thotë është automatikisht i larguar dhe nuk ka të drejtë të kandidojë. Një parti politike është e vërtetë që funksionon në bazë statutit, po funksionon dhe në bazë një vullneti politik. E di pse u bë këtë pyetje, sepse zonja Lesja Balliu, përveç se i është drejtuar duke fotografuar pikërisht këtë moment, pra, ku jemi dhe aktualisht, ku zoti Berisha ende nuk e ka marrë këtë rikonfirmim nga antarësia përmes një procesi referendumi e të tjerë, sido që ta quajmë. Pra referuar, duke fotografuar këtë moment, Lesja Balliu i është drejtuar gjykatës së brendshme, institucioneve të partisë, që të konstatojnë mungesën e kryetarit dhe të delegojnë kompetencat e drejtimit të përkohshëm të partisë tek sekretari i përgjithshëm, dhe të njëjtën gjë ka kërkuar që ta bëjë gjykata. Ndërkohë, ti nuk je asnjë nga këto dy vendime. Çka tregon një gjë, e para punës së gjykata brenda partisë refuzon të marrë një çështje të tillë ose ta diskutojë apo të marrë një vendim në raport me një çështje të tillë, duke njohur de facto Berishën kryetar partie, pavarësisht se në konceptin ligjor nuk do duhet të ishte, në konceptin statutor. Dhe nga ana tjetër, gjithë procedura që ne shikojmë sot është një procedurë që vazhdon, ose gjithë antarësia e PD-s, ti nuk ke sot një lëvizje brenda PD-s që thotë se Sali Berisha nuk është kryetar.
gjithë e pranojnë Berishën si kryetar. E pranojnë si kryetar që do rizgjidhet në fund ditës. Pak janë zërat, ose më saktë, zëra brenda kupolit drejtues apo antarësisë PD-s që thonë që Berisha nuk është kryetari i PD-s, nuk ka. Dhe ky është veprimi politik që rrezon gjithë dispozitën. Saliani nuk tha kurrë që Berisha nuk është kryetari i PD-s. Askush nuk doli ta thoshte formalisht me përjashtim të zonës Palliçi, thoshte sot Sali Berisha nuk është kryetari i PD-s ipso legje. Për shkak të statutit nuk është më kryetari i PD-s. Dje ka deklaruar u legenos për një koltuk. Po çanci kam dhe këto janë deklarata politike pas Kofini, pas Dvielit. Kjo gjëja nuk diskutohej sot kur ti ke hyrë në proces zgjedhor. Kjo gjëja diskutohej në momentin që PD hyrë në parlament. Në momentin që PD hyrë në parlament me veprime. Ka folur për uzurpim të funksionit të kryetarit. Sot nuk e di se ti shikon në statusin edhe ligjor. Jo, ky është koncept thelbësisht politik. Sot që flasim mund të jetë kjo gjë. Pas refuzimit të kandidaturës. Por ama, kjo kandidatura, ky veprimi ose ky statusi ligjor i Berishës nuk ka lindur sot. Statusi ligjor i Berishës si njëri që është në konflikt me Nenin Basha, ka lindur në moment që Partia Demokratike ka hyrë në parlament, sepse ajo është njohja de facto e zgjedhjeve. Thënë ti, duke hyrë në parlament, duke u betuar si deputet, ke njohur rezultatin e zgjedhjeve të vitit 2025. Dhe në atë moment duhet hynte në fuqi Nenin Basha, në atë moment palët duhet të drejtoheshin gjykatës brendshme partisë për të kërkuar që Sali Berisha mos ishte më kryetar partie. Atëherë bëhej kjo betejë, nuk bëhet sot. Kur Saliani thotë kjo betejë nuk mbaron sot, në këndvështrimin tënd, nuk ka vlerë ligjore, është më tepër në sensin politik, sepse ligjërisht ka letëri. Për mendimin tim ky është nocion politik, nuk ka lidhje me hapësirën ligjore. Është tepësisht nocion politik i cili lidhet specifikisht me momentin e zgjedhjeve apo me veprimet që po ndodhin në datave 30 prill në vim. Por në aspektin ligjor nuk mendoj që ka hapësira. A nuk e kishte kaq të lehtë, për shembull mendoj unë, Partia Demokratike në mos të mblidhte kuvendin kombëtar dhe të bënte një mendim aty Nenit Basha, duke shtuar kjo vlen vetëm në rastin kur zgjedhjet janë të lira, të pakontestuara, ose jo në rastet e proceseve farsat zgjedhore e të tjera si këto. Mund ta bënte edhe Këshilli Kombëtar, sa ka të drejtën në Këshilli Kombëtar që ta politikisht do të ishte shumë e dhimbshme. Por politikisht zoti Berisha e ka artikuluar si logjik politike dhe është gjithë pranuar nga elektorati, nga partia, nga të gjithë. Në momentin është artikuluar, është pranuar. Ngre vetëm pjesa ligjore. S'ke pse ta bësh të pjesën formale. Pjesa formale do dukej si frikë, ndërkohë që ajo që do ndodhi është mbasi të marrë procesi i rizgjedhjes zotit Berisha, do ndryshohet dispozita statutore, do rregullohet sipas nevojës që kanë, ose edhe nuk do preket fare se në fund ditës, në momentin që do të rizgjidhet ajo dispozitë nuk ka se do e vlerë deri në zgjedhjet e ardhshme. Pra jemi në kushtet e ligjit dhe të maliqit. Gjithmonë kushtet e maliqit. Brenda Partisë Demokratike statuti është interpretuar gjithmonë nga Berisha sipas nevojave që Berisha ka pasur në atë moment. Kështu që pavarësisht çfarë rezulton e shkruar, çfarë është e shkruar është një gjë dhe çfarë thot Berisha për atë që është shkruar është pastaj e vërteta e PD-s. Kështu që mund ta marrim statutin, ta analizojmë, mbas atij statutin PD nuk mund të mbahen zgjedhje. Mbas atij statuti. Ai statuti ka disa dispozita që flasin për drejtat e antarit. Dhe për detyrimet e antarit. Dhe një nga detyrimet që kanë antarët e PD. Më lër ta shpjegoj. Dispozitat e statutit parashikojnë që çdo antar i Partisë Demokratike duhet paguajë kotizacionin, që do kotën mujore të antarësisë. Nëse ti nuk paguan kotën mujore të antarësisë brenda 6 muajsh, ti humb drejtën e antarit. Humb drejtën për të votuar. Në PD ka një 10 vjet që nuk paguan asnjëri kota. Teknikisht askush nuk mund të votojë. Si mbahet Partia Demokratike? Kjo është me lekët që merren nga buxheti i shtetit dhe pastaj hajde diskutojmë për ligjin për financimin e partive politike. Sepse PD-ja ka akoma detyrimin që të vijë dhe të shpjegojë qytetarëve shqiptarë se ku i gjeti $6 milion me cilë të bën lobim në Amerikë. Është çështje që ne e kalojmë gjithmonë jashtë vëmendjes, por është një parti e cila ka deklaruar që do shpenzojë një shumë për $6 milion për të bërë lobimin e Lulzim Bashës. Edhe ato, lobimin e Lulzim Bashës, po themi që po ti hym, domethënë nuk e di se për atë lobimin e Lulzim Bashës kanë bërë auditim të brendshëm, kështu që janë gjendë edhe ta justifikojnë. Duhet ta japin një përgjigje. Një mendim dhe sa i përket këtyre proceseve të famshme gjyqësore që pam eksponent politikës të dalin kafazin e Qelçit, se ky kafazi u bë legjenda e kafazit. U bë një temë diskutimi më vete. E nisim pikërisht nga ky procesi i zotit Meta. Ka një lloj e para kur pam zotin Meta pas ka shumë kohësh, vum re që fizikisht nuk ishte më ai i njëjti dhe shumë njerëz thanë që ja ku e pat me sytë tuaj, atë që ne për muaj, po denuncojmë dhe ju kemi thënë që
Ilir Meta po trajtohet në mënyrë shumë të rreptë dhe jo normale brenda qelisë së burgut. Vetëm pak orë më parë kolegët tanë nga burgu i Durrësit na nxorën një video ku tregonin se si bëshin festa të mirëfillta aty brenda, ndërkohë që në rastin e Ilir Metës tek 313 kuptuam që pas ka qenë e vërtetë ajo që dhe orët e lirisë në obor pas kanë qenë realisht në minimumin e mundshëm ligjor. A jemi vërtet përpara një dy pesha, dy masa thuhet në italisht. Pra, a kemi realisht një trajtim enkas të posaçëm të egër, të ashpër në rastin e Ilir Metës? Nuk besoj. Nuk besoj. Jo sepse është Zoti Meta, apo jo sepse kemi një rast tjetër nga krau tjetër që tregon që shive se në burgje shqiptare ndodhin dhe festa. Çështja e kushteve të paraburgimit apo të burgimit të Shqipërisë është një çështje që nuk ka lindur me Zotin Meta, është një çështje shumë e vjetër në kohë, në raport me kushtet me të cilat trajtohen dhe me rregulloret të cilat zbatohen. Nuk mendoj që Zoti Meta i është cënuar ajo e drejtë që ja njeh rregullori apo ligji, dhe nëse është zbatuar, nuk mund të thuash që ka diskriminim, sepse duhet shkelur ligji që Zoti Meta të përfiton diçka më shumë. Një. E dyta, Zoti Meta, të paktën në historikun e Parlamentit Shqiptar, ka qenë ligjvënës duke filluar diku nga viti 1991 në 1992. Që do të thotë, nëse ka një person apo një grup njerëzish që janë përgjegjës për kushtet që janë sot, për kafazin e qelës, për kushtet e paraburgimit, për mënyrën se sillet sistemi jon i burgjeve me të burgosurit apo sistemi jon i drejtësisë me të pandehurit, Zoti Meta është një nga fajtorët. Zoti Meta ka pas mundësinë që gjatë gjithë karrierës tij politike të bënte veprime aktive për ta ndryshuar këtë gjendje. Dhe nuk mundet sot të çohet dhe të pretendojë që është diskriminuar për ligje dhe akte të cilat i ka votuar vetë, apo që nuk i ka ndryshuar vetë. Dhe këtë e kam për gjithë ata që pretendojnë sot që kjo sëra e lartë e politikanëve është e diskriminuar apo që janë këta duhet bëjmë ndryshime. Thënë kjo. Unë këtë e kam thënë dhe në vizuar shumë herë në këtë studio, që politika u kujtua kur filloi të cënoj vetë. Thënë kjo. Që ne duhet ndryshojmë mentalitetin e sistemit tonë të drejtësisë dhe të burgjeve në raport me të paraburgosurit, është një që duhet bërë sa më shpejt të mundur. Ne kemi një sistem që është sistem ndëshkues jo në sensin ti kur dënohesh për një vepër penale, të mbetesh gjithmonë një aset i shoqërisë, një vlerë e shoqërisë. Dhe shoqëria ka gjithmonë interesi ty të rikthej si vlerë sa më shpejt të mundur. Po kjo nuk kupton që sistemi jonë i burgjeve të sistem riedukues, që do të thotë ne të riedukojmë njerëz. Më njofton nga regjia që Zoti Berisha po flet në këtë moment për garën, është në komunikim live, ndjekim pak momente dhe i rikthehemi diskutimit. Por zgjedhja nga antarësia lek pa diskutim që është forma më eprore, më e demokracisë dhe më demokratike. Tani të vim pak të ajo që thoni ju. Vetëm se kërkoj të mos bini viktim e propagandës të atyre që nga viti 2009 kanë zhdukur votën e lirë në parti. Nuk kanë me votë lirë dhe kanë mobilizuar këto kohë mafjen më të rrezikshme se mafja kokainës kundër Partisë Demokratike. Pra, edhe njerë, Partia Demokratike është nga ato të pakta, jo të shumtat, parti demokratike në Europë dhe në botë që kryetarin e zgjedh direkt me votën e antarësisë. Ky është themeli. Do vim te gara. Të siguroj se kjo parti, në garën e këtë parti, pranohen dhe do pranohen të çdo demokratë dhe demokrat që plotëson kriteret e përcaktura në rregullore për të marrë pjesë në këtë garë. Unë besoj se kjo është gara më e rëndësishme e partisë dhe kjo garë duhet të përfaqësojë antarësinë e partisë. Pra, a mund të imagjinosh ti që në garën e Partisë Demokratike të marrin pjesë kandidat të Edi Rams? Si më thua ti më thuaj pak. Në qoftë se konkretisht me emra mund t'i marrë. Apo kandidat të cilët
në fushat elektorale punon haptas kundër partisë demokratike, apo kandidat që në fushat elektorale ndruan parti dhe kaluan parti tjetër. Do më falësh, këta në çdo parti politike në botë, në çdo parti me ndërgjegje politike, këta përjashtohen dhe vetëm përjashtohen për tradhtin që kanë bërë ndaj partisë tyre në fushë betejë, në moment beteje. Besoj është jashtë çdo lloj logjike që këta të mund të imagjinohet se do kandidojnë. Do mund të kandidojnë. Jo, këtë se lejon asnjë parti në botë. Dhe njëherë, përsëri, për të kandiduar për kryetar partie, duhet të plotësosh disa kritere të caktuara dhe të pranuara. Në rast se je jashtë këtyre kritereve, mund të kandidosh për poste të tjera në deg apo diku tjetër, por nuk mund të kandidosh për kryetar të Partisë Demokratike në një kohë kur nuk ka asnjë kontribut qendror relevant të njohur nga partia. Nuk e bën kërkush sepse e bën qesharake garën i dashur lek. Kurse çdo njeri me kontribute që plotëson kriteret është i mirëpritur dhe s'është refuzuar kurrë. Mos harro edhe një herë, janë refuzuar ata të cilët në fushat kaluan në parti tjera dhe i urdhruan si skledër që janë. Logjika e zotit Berisha praktikisht po shkon në thelb për të thjeshtuar tek ajo që ka thënë dhe artikuluar dhe më herët, të gjitha njerëzit sipas tij po e sfidojnë publikisht dhe jo vetëm, janë bashkëpunëtor të mazhorancës socialiste, bashkëpunëtor të Edi Ramës, i referohet edhe në këto momente bashkëpunimeve elektorale të prezumuara sipas tij gjithmonë të këtyre personave në fushat zgjedhore me Partinë Socialiste të zotit Rama. I kthemi diskutimit ton. Ndalim një moment te ky momenti i kafazit, sepse thash dhe pak më parë që bëri mjaft buj. Ilir Meta kërkoi që të trajtohej, të mund të qëndronte pranë avokatit, pra jo në kafaz dhe ju refuzua. Ilir Beqi sa më ju pranua. Dhe kjo nuk do të thotë asgjë. Dy pesha dhe dy masa, thënë prap italianët. Dhe kjo nuk do të thotë asgjë, se janë dy gjyqtarë të ndryshëm që marrin dy qëndrime ndryshme. Presumohet brenda një tjetër kuadër ligjor. Po, brenda të tjetër kuadër ligjor dhe dy gjyqtarët mund të bëjnë dy qëndrime ndryshme brenda apo rrezikshmëri të ndryshme. Si është e mundur që Ilir Meta në këtë rast konsiderohet si më i rrezikshëm? Është thjesht çmimi i gjyqtarit. Dgjoj. Në një gjykatë, ne flasim për gjykatën e shkallës parë, dy gjyqtarë mund të kenë qëndrime shumë ndryshme për të njëjtën çështje. Sepse kjo është ajo pastaj që është bindja e brendshme e gjyqtarit dhe kjo nuk lidhet me faktin është Ilir Meta apo Ilir Beqa. Okej. E dyta, kafazi në Shqipëri nuk është një çështje, më thënë, që lindi ditën që Ilir Meta apo Ilir Beqa apo Erion Veliaj shkojnë dhe përfunduan kafaz. Është një çështje që ka paktën 35 vite që gjykohet në një formë. Gjykatat tona, edhe kur rindërtohen duke pasur kafaze, sepse mënyra e të vepruarit në sistemin e drejtësisë, kur bëhet fjalë për persona që janë nën masa sigurimi, është të mos lihen lirë sallë, për shkak të rrezikut të ikjes, po lihen brenda në kafaze. Nuk po flasim për një antar të një grupi të strukturuar kriminal. Nuk po flasim për një antar bandash kriminale. Flasim për ish presidentin e Republikës. Dhe kjo nuk është arsye. Të fakti që ish presidenti i Republikës nuk është që i jep atij drejtën të ketë një Jo, në pikpamjen e rrezikshmërisë, nuk po flasim për një serial killer, po flasim për një person që akuzohet për vjedhje dhe presumohet i pafajshëm apo për korrupsion apo çfarë do të gjësh. Domethënë akuzat nuk janë vrasje, nuk ka marrë jetën në turp, po akuzon për këtë. Edhe një person i cili shkon për gjendje kur i jep makinës gjendje dheur dhe paraqit para gjykatës, paraqit në gjithë atë kushte zoti Meta. Dhe ai nuk është thjesht rrezikshëm. Por sistemi e trajton në të njëjtën formë. Nëse do shkoni në një gjykatë do të merrni pjesë në seancat për masa të sigurimit, për njerëz të cilët janë kapur të dehur në timon. Nuk mendoj që është një vepër me rrezikshmëri jashtëzakonisht lartë shoqërore, trajtohen njësoj. Pse? Sepse sistemi ka të njëjtin modus operandi. Sistemi vepron njësoj në gjithë dhe pavarësisht rrezikshmërisë. Sa kohë sistemi është mësuar që të gjithë ata që janë mas sigurimi të paraqiten brenda në gjykatë, duke u mbyllur në të kafazin e qelçit, dhe spaku e ka për qelçi, po shkon në gjykatë të tjera janë thjesht hekura. Atëherë Erion Veliaj ka kërkuar që të
Me shumë drejt. Dalë tani që më kujtuar të dalë mos të trajtohet, mos të qëndrojë në kërkesa është e drejtë. Këtu nuk po themi që kërkesa është e gabuar, por pretendimi që trajtimi është i padrejtë nuk qëndron. Po kjo qasje e prokurorit të zotit të Veliaj që tha kafaset ta janë si hotele me pesyje, kështë thënë ditë po. Këto janë batuta që mund më besoj që kanë vlerë në raport me temelin. Unë abita pak, dhe më thënë, kur dëgjoj një prokuror që... Unë kam fatin e mirë dhe të keqë prokurorin e njohë që në vegjëlimi, dhe do duhet të shikojmë si pjesë të humorit të personit... është një pjesë, një batut që më thënë është mëse, pa në i vlerë ligjore, apo pa në i vlerë, pa në i peshtë e zakonshme. është kuadrët një batutë. Edhe kjo batuta në vete pati krye shumë habia, se do me të si mund të lejoj vetes një prokuror komentet të... Prokurorët qenie njerëzore nuk i kemi zbritur nga qielli, dhe që si qenie njerëzore mund të bëjnë gabime në vlerësimin e situatës apo të një batute që duan të bëjnë. Ta thash, duke qenë se njoh personalisht prokurorin që nga Vegjelia, mund të them që është thjesht një batut pa asnjë lloj sfondi apo një qëllimi negativ. Insistova te kjo batuta e prokurorit, sepse pyetja e fundit që kam rrez lidhet me këtë kërkesën që vjen pikërisht nga këto personazhe VIP të politikës, që proceset e tyre gjyqësore, Berisha në krye, gjithashtu për çështjen Partizanit, të transmetohen live. Dhe shumë njerëz mendojnë po, pse jo, marrin shembuj plot nga gjyqi i Hagës për ish-komandantët e UÇK-s e deri nuk e di unë dhe në raste të vendeve të tjera. Marrin vetëm këto raste që u shërbejnë këtyre. Ka njerëz të tjerë që mendojnë jo sepse më pas gjyqi kthehet në një show, ka njerëz të tjerë që thonë refuzimi në fakt vjen sepse do kuptojmë nivelin e vërtetë të këtyre njerëzve të drejtësisë së re dhe marrin për shembull këtë batutën e prokurorit që unë të përmenda pak më herët. Ndaj të pyeta për të. Mund të dërsojmë pastaj edhe aftësinë e avokatëve. Nuk është seancat publike, seancat gjyqësore në Republikën e Shqipërisë janë publike. Janë seanca publike dhe vetëm në rastin kur seancat kanë interes të lartë shoqëror, që do thotë çështja që diskutohet është me interes shoqëror. Kjo është arsye pse për shembull seancat që bëjnë gjykatë kushtetuese janë gjithmonë seanca publike. Pse? Se diskutohet për çështje që janë interes, në interpretimin kushtetutës është gjithmonë një çështje me interes publik. Ndërkohë, nëse ka një gjyq ndaj Ilir Metës apo ndaj Sali Berishës apo ndaj Erën Veliajt, mendoj që është një çështje me interes publik. Është show publik interesant, por çështja nuk ngjall interes publik në raport me shoqërinë. Kështu që nuk ka ndonjë arsye pse këto duhet transmetohen live. Palët kanë të drejtë në gjykatë të marrin regjistrimet audio të seancave dhe mund të marrin dhe të publikojnë. Nuk ka asnjë ndalesë që të publikojnë. Kështu që ka një zgjidhje nëse duan që ta bëjnë gjyqin gjyq publik. Por kërkesa që të futet çdo seancë transmetohet live nga televizionet është përtej asaj që ligji i njeh si drejt në një gjykim. E kuptoj. Rezart Thupit, falenderoj shumë për gjithë shpjegimet, kohën që na dedikove në radhë të parë, të gjitha shpjegimet e tua, sepse shpeshherë zhvillimet politike janë të ndërlidhura, kanë pasoja, por dhe arsyetime që nuk janë thjesht politike, janë shpesh edhe ligjore, juridike dhe mendimin tënde besoj që kemi arritur ti përcjellim të rishikuesit një lloj shpjegimi edhe për atë pyetjen e famshme, çfarë problemi kishte Sali Berisha nëse do të kishte një sfidant, disa për të cilëve dhe ishin anonim për pjesën më të madhe dhe të vetë demokratëve dhe krye dhe këtë përgjigje e dham. Shumë faleminderit për të gjitha, shpresoj të kemi përsëri të ftuar. Faleminderit për ftesën. Ne në vend të shkëputjes do të kthehemi tek komunikimi publik i zotit Berisha, do të vazhdojmë të ndjekim edhe për pak minuta dhe më pas do të vazhdojmë diskutimet tona në studio. Pensionistë dhe qytetarë kryesisht të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Dhe të gjitha këto janë absolutisht në mbrojtje shtetërore. Shefat e policisë kanë rrogat 5-20.000 euro në muaj nga grupet e call centrave. Peshkaqeni i madh i call centrave Olsi Rama është padrinoja i tyre. Emrat të çojnë, fitimet me vjedhjet në këto call centra shkojnë në gjerë në 30 milion muaj për call center. Dhe autoritetet shqiptare në mënyrë absolute nuk kapin asnjë, po që se nuk vinë autoritetet e vendeve të vjedhura nga Shqipëria
Franca, Gjermania, Zvicra, Italia e Austria me radhë. Pra, kjo është turpi dhe kjo është një veprimtari kriminale shtetërore, masi zhvillohet me lejen e plot dhe miratimin e shtetit, punojës të shtetit janë aksioner të fuqishëm në këto call centra. Prishila Sterkaj, zoti Berisha, ju jeni hetuar për pasurinë deri në disa breza, por Edi Rama që deri në 2013 pretendonte se jeton me qera, sot jeton në një vilë dhe ka dhënë disa versione për burimin e të ardhurave të tij. A duhet të thirret nga SPAK për këtë, se po i kërkojmë llogari Karçanajt për 3 apartamente, por askush si kërkojmë llogari Ramës, vilën miliona euro në Surel apo pallatin e Linda Ramës? Ju falënderoj, keni shumë të drejtë. E kam denoncuar me 100 herë. Dhe e vërteta është se Edi Rama vilën me gjatësi themelesh më të gjata se çdo institucion shtetëror sot, 58 metra, e ka ndërtuar në një kohë kur kishte të deklaruar në ILDKP gjithsejt 3.800 euro dhe 400.000 lek shqiptare. Ndërkohë, ju them ju që vetëm pigmenti i përdorur për ngjyrosjet thuhet se shkon mbi 100.000 euro. Pigmenti që është hedhur për çimentus e këtyre për të dhënë ngjyrën që donte ai. Ndërkohë, kopshti për rreth është më i madh se kopshti i pallatit brigatave. 8.840 metër. Me ulli mira vjeçartë të marrën nga të 4 anë dhe të transplantuar aty. Dhe sa po kryetarja e ILDKP-s zonja Gjuka Jemi përsëri në transmetim të drejt për drejt me ditarin e fundjavës. Në studion është bashkuar zoti Petrit Tafaj, do të vazhdojmë flasim me të për politikën. Ju jeni kryetari i Partisë Demokratike në Gjermani, antari i CDU-s dhe studenti dhjetorit me të drejtë theksuat pak më herët nga ata të vërtetët, ama se ka shumë që pretendojnë këtë titullin. Kështu që një profil mëse i përshtatshëm për të folur për gjendjen e të djathtas shqiptare në përgjithësi, duke nisur nga situata konkrete, reale e Partisë Demokratike. Jemi
Pak ditë pas mbylljes afatit zyrtar, kur në Partinë Demokratike do duhet të prezantoheshin kandidaturat për kryetarin e partisë. Dhe pati shumë njerëz që u habitën sa i përket faktit që vendimi për shpalljen e garës në vetvete u mbajt sekret, u publikua vetëm më pak se 24 orë nga mbyllja, nga skadenca pra, dhe aty kuptuam se cilat ishin kushtet që një kandidat do duhet të plotësonte, dhe 5 kandidatura u paraqitën, asnjë prej tyre nuk u pranua. 3 që janë në kritik me Berishën, u tha që nuk janë fare antarë të Partisë Demokratike, ndonse Evi Kokalari për shembull rezulton antare e Komisionit të Rithemilimit. Evin Saljani antari kryesisë të Partisë Demokratike, por PD e konsideron si të vetë përjashtuar. Elise Balliu ishte një nga emrat që mori më shumë vota në primaret e qarkut të Elbasanit. 2 prej kandidaturave të tjera nuk plotësonin kushtet teknike. Pra, zoti Berisha shkon në zgjedhjet për kryetar si i vetëm, dhe në këtë sens nuk quhet më garë, por do të duhet të quhet një votim për, nuk e di se si t'ia vëmë emrin, një referendum, e kanë cilësuar njerëzit pranë tij. Çfarë përshtypje ju le juve kjo që qartësisht lidhjen politike e keni me Partinë Demokratike, por keni shansin dhe mundësinë të shikoni zhvillimet më në distancë, më i shkëputur, më pa emocione? Po, është vërtet, unë shikoj më pa emocione, sepse duke parë nga lart e shikon me qetësi, çështja që politika shqiptare në përgjithësi dhe Partia Demokratike ka një eksperiencë në këtë lloj të bërit politik. Kjo e cila ka sjellur vënë deri tani edhe pas 30 vjetësh vim që diskutojmë vetëm për njëri. Unë respektoj çdo kryetar të Partisë Demokratike i cili zgjidhet në mënyrë legjitime. Pra nuk është se kam preferenca të jetë ky ose të jetë ai, nëse zoti Berisha kandidon dhe fiton, që për mua Sali Berisha fiton kushdo që i dalë kandidat, edhe nuk e kuptoj si demokrat, sepse nuk sikur dhe të mos jenë antar Partisë Demokratike, të antarësosh një ditë përpara dhe le të kandidojnë, sepse fundit kjo i bën mirë demokracisë. Por kjo tregon që në Partinë Demokratike përveç selektimeve që bën, po Partia Demokratike jeton, ka një dinamizëm brenda saj, ka probleme, ka grindje, është komplet demokratike, është në të mirën e Partisë Demokratike. Në të kundërtën e Partisë Socialiste, e cila ju e dini dhe s'ka nevojë të përmendim se si nga angazhimi politik brenda PS-s edhe si mazhorancë, si parlament, jo shikoni se ç'i ka bërë Shqipërisë. Pra unë shikoj që si problemet brendshme Partisë Demokratike, dhe unë kam mendimin tim personal, po unë nuk jam as në kryesi, as në drejtimin e Partisë Demokratike në Shqipëri, kam pjesën time në Gjermani, komunitetin cilin drejtoj, por unë kam principe tjera demokratike brenda pjesës time që unë bëj me diasporën. Ka shumë njerëz në fakt që mendojnë që çfarë morali do të kishte Partia Demokratike ju e cekët pak të krahasimin me mazhorancën në Partinë Socialiste, mënyrën se si vepron ajo. Ne kemi dëgjuar Partinë Demokratike për shembull dhe zotin Berisha në veçanti të ankohet për proceset zgjedhore. Dhe nëse në këtë rast, në këtë shans të humbur e kanë cilësuar disa, nuk arrin të tregon që bën më mirë se sa kundërshtari, ka më shumë transparencë se sa kundërshtari, është e hapur ndaj një konkurrencë mendimesh, idesh, në krahasim me atë që bën kundërshtari dhe në krahasim me atë që denoncon Partia Demokratike dhe Berisha vetë sa i përket procesit të zgjedhjeve të fundit parlamentare. Çfarë mesazhi përcjell tek jo vetëm qytetarët tanë, por edhe te partnerët ndërkombëtar? Unë jam i mendimit që në radhë parë kryetari do të jetë shembulli personal i të qëndrimit ndaj partisë, ndaj politikës dhe ndaj demokracisë. Mund të jesh i pastër, i rregullt, i qartë që të votojnë të tjerët. Ne kemi nevojë për një kryetar që rezaton shpresë. Një kryetar që merr përgjegjësi politike dhe kombëtare. Në fundit, kushdo që kandidon për kryetar partie, është e drejtë atij të kandidojë, po e do pak politika dhe një background politik, do një përmas ose shumë përmasa politike, sepse nëse të bësh kryetari i Partisë Demokratike, që mund të bëhet çdo shqiptar, që është antar i Partisë Demokratike, por mos harro se nëse kryetari i opozitës do vish pushtet dhe nesër pas nesër do marrë vendime edhe për NATO, në emër të NATO-s, në emër të Bashkimit Evropian, ke një faktor i rëndësishëm kaq sa Shqipëria me këtë madhësi dhe forcë që ka, forcë ekonomike edhe për Ballkanin. Pra do të jetë një njerëz që është shumë dimensional, që të jetë i lexuar, i shkolluar, me eksperiencë. Çdo njeri mund ta bëjë këtë, por edhe kushtet që vijnë që ky të ketë mos ky person të plotësoj këto kushte që të vi, mendimi im është që çdo njeri mund të kandidonte dhe është vetë antarësia, vetë kongresi që seleksionon dhe nxjerr demokratin e kështu. Për mendimin sa më shumë të jenë, aq më mirë duhet të ishte,
Unë nuk e kuptoj sepse zoti Berisha nuk në farë mënyre, jo si përjashton për thotë që këto nuk i plotësojnë kushtet. Unë do lije çdo demokrat me konkurronte, duke ditur që unë e kam sigurt që fitoj sepse demokratët e duan Berishën. Të gjithë bien dakord me ju që kushdo që tjetë rivali, sfidanti, Berisha e fiton garën. Por zoti Rezart Kthupi dhe ai antari njeri Partisë Demokratike, mund ta quajmë thjesht demokrat, por avokat, jurist në profesion, na shpjegoi këtë kleçkën juridike që për shkak të atij që vetë Berisha ka quajtur si Neni Basha, pra që kryetari që humbë zgjedhjet parlamentare është automatikisht i larguar pa të drejtë rikandidimi, nëse dikush do kishte statusin e kandidatit, do të kishte të drejtën ligjore të paraqitur në gjykatë dhe të kërkonte përjashtimin nga gara të Sali Berishës sepse nuk plotson kushtet në bazë të vetë statutit Partisë Demokratike. Kështu që më tepër se sa politik, ku rrafshin të cilin dhe unë më parë po e kërkoja shpjegimin, zoti Kthupi na ndihmoi që ndoshta të gjenim një kuptim dhe në sa i përket këndvështrimit juridik, mund të qëndroj edhe kjo. Por përtej kësaj, ju keni fatin që jeni dhe i Partisë Demokratike këtu në Shqipëri, por dhe njëri i CDU-s në Gjermani. Dhe të gjithë e dinë që Partia Demokratike CDU në shikon si buslën e orientimit të politikave të saj. Po CDU-ja si shikon Partinë Demokratike këtu, si shikon këto zhvillimet e brendshme, këto sherret e brendshme dhe asaj luftës që ka ndodhur jo shumë larg më parë mes për kryetarin, për postën e kryetarit mes zotit Basha dhe zotit Berisha dhe ndoshta edhe këtë situatën sot. Ta fillojmë nga vetja ime, se pse jam tek CDU-ja. Faktikisht unë si demokrat, i krahut djathtë, kur kam vajt në Gjermani, jam angazhuar, kam shumë vite, mbi 20 vjeç jam angazhuar me CDU-n, se është parti e krahut djathtë dhe bën një politikë të qendrës djathtë, një politikë reale, dhe jam shumë i bindur që CDU-ja vazhdon të jetë zgjidhja më mirë për mua. CDU-ja mbështet gjitha partitë popullore në gjithë Europën dhe në gjithë botën, ka kontakte dhe nuk besoj që ka një vëmendje shumë të veçantë tek Shqipëria, sepse ato shikojnë gjithë botën pothuajse një lloj. Dhe por sigurisht që nëpërmjet CDU-s, me atë mundësi që kam unë, me deputetit që kam unë të CDU-s që janë në Bundestag dhe në Parlamentin Evropian, sigurisht japën dhe unë ndihmesën time, kontributin tim me kaq sa kam unë si qytetar gjerman edhe shqiptar, që njoh dhe politikën shqiptare gjermane. Por ato gjithsesi do qoftë edhe ana politike, edhe CDU-ja, edhe Parlamenti Evropian thonë një gjë, zgjidhni vetë problemet tuaja. Detyrat e shtëpisë do t'i bëj vetë Partia Demokratike, nuk është CDU-ja që do t'i jap formulën e zgjedhjes kryetarit të Partisë Demokratike. Domethënë, përplasni kokën për mur, zgjidhni ju problemet tuaja siç i zgjidhin ato. Edhe do kanë shumë probleme, ato kanë shumë konflikte brenda partisë, por zgjedhjet janë demokrate dhe kush me shumicën ka fituar dhe japin dorë njëri tjetrit. Por ndoshta kanë dhe kulturën që humbsi pranon humbjen. Patjetër, një tjetër problem që kemi në shoqërinë tonë. Pa diskutim. Çdo s'kanë si demokrat do ushqe dhe kur ishte Gerhard Schröder faktikisht që humbi zgjedhjet, sado që në fund natë zgjedhjeve bëri pak numra, por në fundi u ngriti dha dorën Angela Merkel, ta gëzosh e fitove, bravo, kaq. Në fund në farë mënyre mua më mungojnë në Shqipëri politikanët gentlemen, qoftë PS, qoftë PD, që të bashkohen, gjejnë një kompromis për bashkët, edhe të jenë të mirë në Shqipërisë. Dhe gjitha këto lojra si ministra që bën pas edhe për përfitim personal, s'm ka pëlqyer kurrë, nuk më pëlqen prap, por ku janë këto politikanë që ngrihen dhe bashkohen? Për shembull, nëse për të bërë reformën zgjedhore, nuk ka nevojë të diskutosh shumë, të bësh nëpër media, të bësh rëmuj, të bësh se këtu s'ka ngel gjë për të shpikur, se shpikur e rregulluar gjithçka. Edhe nëse një politikan demokrat që është me përmasa, me vizion, bashkohet me socialistë, shiko, do bëj një marrëveshje që administrata nuk do luajë nga vendi punës, sepse edhe administrata ka dhe në Gjermani. Po se imagjino do të një parti që i vën pushtet do heq këto do vë këtë. Të gjëra që dëmtojnë shumë Shqipërinë, ose për reformën elektorale, si do bëhen zgjedhjet, ku do bëhen, nuk ka ngel gjë për të shpikur. Qoftë edhe mënyra e votimit, për shembull, votimi elektronik është mënyra më e mirë, them, për të mos lënë mundësi për të manipuluar, për të diskutuar, për të vajtur në përgjigje. Janë miliarda euro ose dollar që kalojnë brenda natës nga një cemi tjetër kontinenteve dhe janë të sigurta. Pse nuk qenë ka sigurt vorta e emigrantëve për shkakun që prandaj ju përmenda që parë kulturën e pranimit të rezultatit edhe kur nuk të pëlqen. Sepse meqense më përmendet votimin elektronik, unë si gazetar jam në gjendje të dëshmoj që vetë votimi elektronik e kërkoi Partia Demokratike atëherë drejtuar nga zoti Basha. U bë në disa raste
disa votime, disa procese që u quajtën pilot, me idenë që do të shtrije nga bashkimet vogla në bashki më të mëdha, por në territore më të mëdha, dhe në momentin kur edhe tek votimi elektronik Partia Demokratike e pa që nuk i pëlqente rezultati, tha se ky manipulohet nga majoranca. Tani çdo parti do të atë këtë eksperiment nën kontroll. Po ky duhet mund të jetë në kontrollin e partive, çështja e votimit. Është çështje me interes kombëtar. Dhe është me vërtet shumë e thjeshtë. Nuk ka vend për diskutim nëse votimi elektronik. Kjo duhet merr vesh ato parti me njëra tjetrën, sepse nuk do vinë as francezët as gjermanët nda bën kodin elektoral, mënyrën e votimit, këto janë gjëra shumë të thjeshta, janë gjëra që janë tona të brendshme dhe duhet i zgjidhim me njëra tjetrën. Por ne duam politikanë me përmasa. Njerëz me vizion, njerëz që janë gjendje të marrin përgjegjësi. Meqenëse përmendëm edhe për të drejtuar vendin, por të për të marrë përgjegjësi, nëse humb, ik, nëse fiton, ta gëzosh, jepi përpara. Të mbështesim gjithë. Meqenëse përmendëm diasporën, doja të pyesja se përket votës së diasporës, që për herë të parë ka mundur të votoj përmes votës me post në zgjedhjet e fundit parlamentare. Për te modalitetit, pyetja ime është mënyra se si u shpërnda vota, pra në qarqe të ndryshme, jo një qark, sepse ishte hedhur më parë dhe ideja që diasporat kishe një qark më vete, një qark të 13 për diasporën që të kishte deputetët e saj. A e humb, por dy partitë e mëdha preferuan në tjetër gjë. Dhe kjo tregon që kur duan gjuhën e përbashkët e gjejnë. Unë si gazetari që ka ndjekur zhvillimet politike mund ta them hapur që asnjëra nuk e donte këtë ndikimin e diasporës se të ishte konkret, me rezultat të prekshëm, pra me numër deputetësh. Në vetvete, kështu të dyja janë dakord që ta shpërndanin. Vota juaj nga Gjermania do të shkonte të ndikonte në qarkun ku ju keni vendbanimin në Shqipëri, për ta bërë më konkrete. Fal të ndryj pak këtu ka një dallim shumë madh. Mënyra që kanë konceptuar që konceptuar gabim, sepse shtetat si shqiptarë që është Shqipëri e hedh votën në vendin e banimit. Por emigrani nuk e ka vendin e banimit, këtu e ka atje ku është. Pra, që ti bie më shkurt, emigranti do përfaqësuesin e tij në Francë, në Gjermani, qoftë 2-3 shtete, Benelux, sipas shtetit në Amerikë, pra ka shtete tjera që e kanë këtë praktikë të përvojë dhe shumë më mirë që emigranti që jeton do në vendin e banimit, ai banon në Gjermani, nuk banon në Shqipëri. Ka ikur nga Dibër, ka ikur nga Skarpari, atij nuk i duhet vota se ç'bëhet, pra nuk ai do ka problemet e tij si emigrant me familjen, kanë probleme sa të duash, që dua një zë që tu asill zërin në Shqipëri, nevojat që kanë, dëshirat që kam, planet që kam, investimet, pra është një deputet i Francë që jeton në Francë, në Gjermani, në Amerikë, do t'i bënte një të mirë shumë të madhe parlamentit shqiptar, por edhe ekonomisë shqiptare dhe çdo shtetat shqiptar që jeton jashtë Shqipërisë. Kthehemi tek ajo tema jonë që nisëm për Partinë Demokratike. Ka shumë njerëz që mbështesin zotin Berisha dhe që e artikulojnë, thonë me Sali Berishën nuk fitojmë dot, por pas Sali Berishën nuk bëjmë dot. Pse? Sepse sipas këtyre personave, një pjesë e mirë e tyre janë dhe mbështetës të hapur të zotit Berisha, Sali Berisha ka disa vota të veta, që sipas tyre nuk janë vota domosdoshmërisht të Partisë Demokratike, por janë vota të Sali Berishës, janë njerëz që mblidhen për të votuar atë, emrin e tij, sepse shohin emrin e tij në gara apo në fletën e votimit. Ju bind juve kjo si logjik që me të nuk fitojnë, por pa të nuk bëjmë dot? Këtu jam i dyzuar faktikisht. Nga ana një anë, unë si njëri që jetoj në Perëndim prej 30 vjetësh, kam një mendim komplet tjetër, por nga ana tjetër ne duam dhe një të jemi partia e traditës. Partia e traditën e ka Sali Berisha. E duam apo se duam ne? Na pëlqen apo s'na pëlqen politika e tij? Ka bërë shumë të mira, ka bërë dhe shumë të këqija. Por Sali Berisha këto që e ka. Dhe ne nuk mund të shkulim kryetarin, ta heqim dhe s'kemi traditë më, s'kemi asnjëri. Sigurisht do ishte e mira jo në gjithë demokratëve që kryetarin ta kishim më të updateuar dhe më të hapur, por kjo që është. Sepse let mundohet çdo shqiptar të vit kandidoj, me çdo shqiptar që vjen të kandidon dhe fiton, por e ka të pamundur ta fitojë. Tani ne jemi në këtë situatë. Kjo është mosha biologjike, kjo është përvoja e tij, kjo është eksperiencë, arritjet e tij, ka shumë arritje, sigurisht çdo qeveri ka dhe shumë gabime. Por dhe mënyra si ka bën kodet elektorale ose statutet e partive që nëse fiton do rrish nuk ka zgjidhje më, siç është në Partinë Socialiste, ke shumë vite pa bërë zgjedhje, ose më do ikësh, kjo nuk më duket demokratike, po këtë kush e bën qëllimi që janë qëllime shumë afashkurtra dhe shikon që ka thënë drejtori prife thikën, prife mirë, po prife në dy anët. Do ta pesh dy anët që kur të vish në pushtet, mos ta kesh bërë komplet ligjin kundër vetes. Ka dhe një arsye në fakt për te asaj që thatë ju që demokratët ndoshta nuk arrin të imagjinojnë dot një të ardhmen pas Sali Berishën, sepse
ata kanë pasur jetë motë në krye. Edhe gjatë 8 viteve të Lulzim Bashës si kryetar Partisë Demokratike kishte shumë njerëz që mendonin që në fakt kryetari real ishte Sali Berisha. Kështu që një parti që ka lindur me të, ndoshta deri diku mund të jetë edhe mirë kuptueshëm pse njerëzit nuk shikojnë dot një të ardhmen pa të. Por si të gjithë ne, Sali Berisha nuk mund të jetojë përjetësisht. Është 80 ca vjeç. Pyetja që kam është çfarë ndodh me Partinë Demokratike në momentin që Sali Berisha nuk është më në këtë botë. Ai u bëftë 100 vjeç, por sigurisht, shiko, ne shqiptarët jemi mësuar fakt, ne kështu kishim menduar përpara kur ishte në Vehor gjallë, unë kam qenë në gjimnaz në atë kohë, menduam edhe ishim gjithë shqiptarët bindën që po vdiqen veri do na merrte Rusja, Amerikanët do merren kështu dhe nuk ndodhi asgjë. Na ka vdekur dhe babai, jemi detyruar të vazhdojmë jetën. Kështu që jeta vazhdon pa Enver Hoxhën, pa Sali Berishën, pa Edi Ramën, jetë pa mua, pa juve, pa një. Kështu që jeta të vazhdojnë. Normalisht ka shumë demokratë që janë guximtar, që janë të gatshëm të marrin përgjegjësi, ka shumë intelektualë, sidomos në diasporë. Mos harrojmë, sepse ky një lojë që e bëni brenda stadiumit këtu në Shqipëri, që ka dhe shumë intelektualë që janë të zot, kanë konkuruar në Angli, në Gjermani, në Amerikë, janë të suksesshëm, dhe pse të mos jenë suksesshëm në Shqipëri ku me 2 milion popullsi, kur janë me 80 milion, janë me 100 milion diku tjetër. Pra, një farë mënyrë shikojnë dhe një farë xhelozie ndaj njerëzve që vijnë nga jashtë, nëse këto janë nga jashtë nuk e dinë. Sigurisht që duhen kombinuar mosha, rinia, eksperjenca jashtë, eksperjenca brenda, po për ta bërë këtë, një kombinim duhet një kryetar që ka një përmas, që ka një zemërgjësi, që e do vendi që nuk hyn politikë për të pasuruar. Edhe problemi më i madh që shikon Shqipëri që ta, po ju shikojnë sy dhe më shikoni në sy, që shumica shqiptarëve janë të prekur nga pasuria, edhe me sa vëreun, nuk është se kam kundër dikujt, po ka një pasuri që jo gjithmonë e kanë të argumentuar se janë të vënë në mënyrë të ndeshme, edhe këto janë shumë të prekshëm, edhe këto jo shkoj të votoj, jo nuk se më bën Edi Rama këto, se më hiq gruan nga puna, më këto. Jetojnë nga frikë. Frika nuk është zgjidhje. Pra shumica tyre tërhiqen, nuk reagojnë, nuk vinë për Sali Berishën, për Partinë Demokratike, vinë për fëmijët e tyre. Ju hyjnë fëmijët një përmes, u hyjnë jashtë shtetit, u bë shteti Shqipëria. Këtë nuk e ka fajin vetëm Sali Berisha, as vetëm Edi Rama, sepse njerëzit janë gatshëm të shajnë, të ofendojnë, të japin më shko bëhet ti, po unë po rri këtu, kështu që njerëzit duhet të marrin përgjegjësi mbi vete, si qytetar, si zgjedhësh, të marrë për familjen e tij që mos ikën në përmesa, mos ikë familja e shtetit, pra do të lënë dhe njerëzit nga jashtë shtetit. Dhe atë anomalin me pasurinë e politikanëve, absolutisht ka shumë njerëz që evidentojnë jo vetëm me ata që janë pushtet, por dhe me ato që janë në opozitë. Por kjo ndoshta do të ishte një temë tjetër diskutimi që do kërkonte më shumë kohë dhe unë jam në minutat e fundit, absolutisht. Por jam në limitin e kohës, por nuk mund të mos u pyes, meqense tha që Berisha ka shumë të mira dhe shumë gabime. A është një përgabime fakti që mbas gjithë këtyre viteve, 30 ca viteve histori në Partinë Demokratike nuk ka krijuar një, le të themi, grup njerëzish që mund të ishin të evidentuar dhe të qartë si një nga njerëzit që mund të merrte leadershipin e ardhshëm Partisë Demokratike. Nuk ka rritur, le të themi, lider. Po, kur im në këtë emision në fillim ju thash që kjo është krijuar një traditë politike, nuk Partisë Demokratike. Sigurisht Partia Demokratike, po është një farë frike e kundërshtarit, frike njerëz që kanë rreth rrotullt. Normalisht, ne tani që kemi kaq vjet që shikojmë botën si bëjmë politikë, normalisht duhet kishte ngritur shumë njerëz rreth rrotullt, po 30-40 politikanë që secili nga këto ishte i gatshëm ta merrte stafetën të drejtonte Partinë Demokratike, të drejtonte Shqipërinë, sepse përgjegjësia nuk është vetëm me një parti, një pjesë. Do të drejtojë gjithë Shqipërinë, do drejtojë shqiptarët gjithë Ballkanin, ne kemi nevojë imediate të kemi një kryetar gjithë përfshirës, të arsyeshëm, të jetë njëri i ndershëm, të jetë i pakorruptuar, mos keq qëllim pasurinë. Tani e ka bërë që ka bërë gabim, ne shikon tregon fakti, tregon koha vet. Por normal, edhe nëse Partia Demokratike do të vinë pushtet, nuk vjen dot, sido që të jetë, nëse nuk krijon një kabinet hije, njerëz kompetent që dalin qytetarin ta bindin dhe thonë, shiko, unë do jem për infrastrukturën, unë do jem për këtë për shëndetësinë, për këtë të japi programin, çfarë ka bërë Partia Socialiste, çfarë do bëjmë më mirë. Por duhet njihet edhe me buxhetin, duhet njihet edhe me çfarë ka deri tani, çfarë është bërë. Kështu që sigurisht është gabim, po kjo ka ndodhur tani dhe duhet të bëjmë një terapi fakte gjithë politikës shqiptare, por terapia nuk është terapi fiziologjike që po mendojnë shumë mjek që vinë kandidatë për kryetar partie, është terapi e një natyre tjetër. Zot Betrita Faj, fatkeqësisht jam në limitet e kohës dhe më duhet t'ju falenderoj shumë për kohën që na dedikuat ju sot nga dita juaj dhe shpresoj që t'i vazhdojmë diskutimet tona përsëri në të ardhmen, mjaft interesante biseda me ju. Faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën. Linja shkon për regjin, pas pak është edicioni i lajmeve, ndërkohë që ditari fundjavës kthehet me pjesën e dytë në orën 14.